Përshëndetje, zonja e zotrinj, mirë se vini në Skan Live, për gjatë ditës sot më të fokusohemi specifikisht tek buxheti i pushtetit vendor për vitin 2026 në vendin ton, por një që shkon totalin e 47.3 miliard lekëve, por njëkohësisht do të flasim edhe në lidhje me Akademinë e Pushtetit Vendor që pritet të nisë funksionimin, të nisë punën e saj, duke nisur nga muaji janar i 2026-s. Ngritja e kësaj akademie për pushtetin vendor që do të drejtohet nga Ministria për Pushtetin Vendor do të ketë objektivin kryesor përgatitjen e burimeve njerëzore, përgatitjen e stafeve të bashkive për të përthithur më shumë fonde për dhënë kontribut më të madh në rrugën e Shqipërisë drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Gjithashtu diskutojmë edhe për sa i përket rritjes pagave dhe pensioneve, duke nisur nga viti 2026 nga janari, dhe njëkohësisht do diskutojmë gjërësisht në lidhje me reformën e pensioneve, cila pritet të prezantohet tashmë zyrtarisht në 2026 pas disa shtyrjeve me radhë. Do të fokusohemi edhe tek rrisia kryesore e paketës fiskale për vitin e ardhshëm, që është pikërisht paqja fiskale, një ofertë e qeverisë shqiptare për biznesin në vendin tonë. Do të diskutojmë edhe për sa i përket rezultatit të zgjedhjeve të përgjithshme në Kosovë, zgjedhjeve të parakohshme, ku vetëvendosje ka arritur të fitojë shumicën pra nivelit të 50%, dhe në këtë mënyrë vetëvendosje kryeministri Kurti do të krijojnë të vetëm qeverinë e ardhshme të Kosovës. Njëkohësisht, sikur se deklaroi vetë zoti Albin Kurti, shumë shpejt do të nisin edhe negociatat për presidentin e ri, i cili duhet zgjidhet në muajin mars të 2026. Do diskutojmë për gjitha këto çështje në emisionin në vijim. Fillimisht do ndjekim kronike e cila flet në lidhje me sektorët që preken më shumë nga rritja e pagës minimale në vendin tonë, duke nisur nga 1 janari 2026. Sektorët të cilët kanë edhe pagat më të ulta pritet preken edhe më shumë. Ndjekim fillimisht kronikën dhe rikthehemi në studio me tjera informacione. Rritja e pagës minimale pritet të ketë ndikim të drejt për drejt jo vetëm te të ardhurat e punonjësve, por edhe te kostot e bizneseve, veçanërisht në disa sektor kyç të ekonomisë. Ekspertja e punësimit Gërtjana Hasalla paralajmëron se jo të gjitha fushat do ta përballojnë njësoj këtë rritje page. Ka të paktën 2 sektorë në Shqipëri, të cilët realisht do preken më fuqishëm nga rritja e pagës minimale, janë ato që janë prekur deri tani nga rritja e pagës minimale, po kjo rritje e re do ndikojë dhe tek ta. Dhe këtu flasim për sektorin e fasonerive dhe për sektorin e bujqësisë. Për fasonerit veçanërisht sepse do rrisi koston e prodhimit për secilën copë që ato bëjnë. Dhe mund të ndodhi që duke rritur koston e prodhimit, ato mund të ndërpriten patjetër edhe kontratat që kanë me agjentët e tyre të huaj ose kompanitë e huaja, të cilat e kërkojnë shërbimet. Sepse mund të gjejnë diku tjetër krah pune më të lirë, dhe do bëhet më vështirë që të shndrojnë në Shqipëri në krahasime duke shkuar diku tjetër. Përveç industrisë së fasonerisë, një tjetër sektor që pritet të ndiejë fort pasojat e rritjes së pagës minimale është edhe bujqësia, ku struktura e punësimit dhe informaliteti mbeten problematika të hershme. Ndërkohë që sektori i bujqësisë ka 2 problematika kryesore. E para sepse nëse rritet paga minimale, pritet një rritje edhe e punonjësve të punës sezonale, që vijnë këtu për të bërë këto punë sezonale që bëhen në bujqësi, ose që shkojnë nga njëri qytet në tjetrin në Shqipëri për të bërë punët sezonale. Pra, do bëhet më e lartë kostoja e një punëtori sezonal dhe pritet të ketë ndikim edhe në pagesën e tij ose të saj, për aq kohë sa në bujqësi do ketë nevojë gjithmonë për krah pune. Dhe e dyta, ndodh shumë shpesh në bujqësi që mund të sigurohet ndoshta vetëm një person në familje, po ndërkohë pjesëtarët e tjerë të familjes në ekonomi familjare zakonisht është gjithmonë brenda familjes, nuk sigurohen. Dhe do ndodhi që me rritjen e kësaj pagës minimale do duhet që ndoshta edhe ky personi që tashmë sigurohet do heqi dorë fare nga sigurimet, do të punojë në mënyrë informale. Hasalla thekson se pa politika mbështetëse për bizneset dhe forcim të kontrolleve, rritja e pagës minimale rrezikon të shtojë kostot, të ulë konkurrueshmërinë dhe në disa raste edhe informalitetin në tregun e punës. Jemi rikthyer sërish në studio, diskutojmë tani më gjërësisht për sa i përket pushtetit vendor në vendin tonë, sepse javën e kaluar u njoftua ngritja e Akademisë për Pushtetin Vendor, e cila në fokus do të ketë përgatitjen e burimeve njerëzore në rrugën e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Fokusi do të jetë përthithja e fondeve. Do diskutojmë njëkohësisht edhe në lidhje me prioritetet e bashkive për vitin e ardhshëm. Më gjërësisht do diskutojmë me zotin Agrona Xhimali, drejtori ekzekutiv i Institutit për Bashkitë Shqiptare. Zotë
Xhemali, mirë se erdhët. Mirë u gjetëm, faleminderit. Ta nisim me akademinë, është një risi sepse ne shpeshherë kemi diskutuar edhe bashkë në studio. Nuk është se kam pasur një eficiencë, nuk është se ka pasur një performancë të mirë në thithjen e fondeve që janë në dispozicion. Janë aty, por është e pamundur për t'i marrë. Kjo akademi realisht mendoni se do ta arrijë objektivin e saj? Shiko, dy gjëra. Ju thatë që të ngritja kësaj akademie do ndihmoj rritjen e kapaciteteve. Ai është qëllimi. Ai është qëllimi. Për sa i përket thithjes aftësive për të thithur para. Shiko, viti 2025 shënon tregus të dobët të shpenzimit të parave që kanë 61 bashkitë e Shqipërisë, qoftë para të buxhetit nga qeveria qendrore, transfertus tyre, qoftë të ardhurat që ato mbledhin veça, do thotë që nuk është gjë e mirë, duhet ishin treguar planifikues më të mirë, menaxhues më të mirë, me qëllim që parat të ishin shpenzuar sipas kalendarit vjetor dhe buxhetor, për arsye fare tjerë se nuk ekziston luksi për t'i mbajtur ato para pasi nevojat e qytetarëve. Edhe tek qeveria qendrore është i njëjti problem. Pjesa më e madhe aktualisht për buxhetin e 2025-s, 23% e shpenzimeve kanë mbetur të shpenzohen për një muaj gjatë dhjetorit. Ku është problemi? Për mendimin tim janë burokracit, janë elemente Base nuk bëhet planifikimi mirë të vitit. Sigurisht dhe planifikimi, po janë burokracit që lidhen me prokurimet, me tenderimet, me ankimimet, me gjithë këto proceset që ndjek cikli i shpenzimit të parave. Sigurisht ka edhe një farë, duhet ta themi, një farë kurje, një farë mpirje të administratës lokale për të qenë aktive në këtë proces, pasi tashmë ka dhe një farë frike, një farë paniku, sepse çështja e prokurimit e tenderimit tashmë ai duket sikur sa herë përdor këtë term ke spakun nga pas. Kjo nuk është gjë e mirë dhe nuk më pëlqet të zbato legjislacione, s'ke punë fare me spakun. Pra ka dhe elemente të tjerë, mund të jenë dhe element edhe të qëllimshëm, me qëllim që ti shpenzojmë për një moment të dytë, por edhe element korruptiv që i rikthejmë tenderat qëllimisht me qëllim që të shmangim njërin fitues real apo jo. Pra është komplekse situata, por nuk është e ndershme. I kthehemi çështjes së akademisë së qeverisjes vendore. Unë personalisht nuk kam qenë optimist për çështjen e kësaj akademie, pasi mendoj që nuk është ky nevoja dhe prioriteti bazik i qytetarëve shqiptarë apo i bashkive shqiptare. Nuk ka ujë në Vlorë, nuk vjen për faktin e akademisë, nuk pastrohet Tirana, nuk e ka fajin akademia. Pra, mënyra se si trajtohet çështja, unë e kam parë, sot është një risi shumë e madhe, është kjo, ajo nuk është absolutisht asgjë fare, por kur them asgjë, nuk do ketë asnjë vlerë të shtuar, do jetë një monotoni e trajnimeve me kurrikulat përsëritura. Asgjë, do zëvendësoj rolin e trajnimeve që bën shoqatat e bashkive. Është një duplikim. Po bëjnë organizatat të ndryshme, institucione të ndryshme. Plus pastaj që pse duhet ta rëndojmë taksa paguesin qytetar, se ato para do dalin nga taksa paguesit, nga ty, nga unë, nga di shpenzimet, duhet paguaj qytetar, po bashkitë nga i djerrin. Që i mbledhin qytetarëve. Po pra edhe nga qeveria i pjesë, nga bashkia një pjesë, 50 me 50, pastaj do mbulohen gjithë nga bashkitë. Por çështja është e tillë, për mendimin ka dy gjëra. E para, nuk pavarësisht se si thuhet, në bindjen time historike, unë e njoh pushtetin vendor shumë mirë. Kjo është çështje që është ngritur disa herë dhe asnjëherë nuk është pranuar nga qeveritë më përpashme, as nga vetë bashkitë. Vinë si iniciativa të projekteve të ndryshme, edhe këtë Shqipëria ka një gabim shumë të madh që vjen një i huaj që punon në një projekt edhe hedh një ide, edhe të gjithë shkojnë pas kësaj ides. Ai mbaron projektin, hikën në vendin e tij, ne vuajmë po ideja rri këtu që e vuajmë ne. Pastaj ka dhe gjë tjetër, Lidion, shiko. Ne kemi, Shqipëria ka institucione certifikuara për trajnimet administratës publike, që është Departamenti Administratës Publike, është Shkolla Administratës Publike, kjo ASPA, të cilën janë të certifikuar, janë institucione serioze për hir të së vërtetës.
Po normal, tash pse po krijon ti dhe një tjetër, edhe një bivendosje. Pastaj, ne jemi një vend shumë i vogël, por pse duhet ne të ndërtojmë institucione dhe agjensi pa fund? A nuk do ishte mirë që kjo ASPA, pra Departamenti i Administratës Publike, ashtu si që trajnon zyrtarët e ministrisë, të trajnoj dhe zyrtarët e bashkisë. Qëllimi është të integrojnë për qëllimin e përbashkët, jo të ndajnë, ti je lokal, ti je qendror. Edhe janë më thjesht të ndërthurur edhe më të ndërthurur, pa diskutim. Po pse mua ti më trajnon vetëm për të qenë bashkiak? Unë duhet të punoj sot në bashki, nesër shkoj në ministri. Pse më trajnon ti vetëm për të qenë qendror? Unë nesër punoj nga ministria, kam interesin tim, shkoj punoj jurist në bashki. Pra shiko, çfarë rregulla të integrimit përdor sot sistemi jonë, unë mendoj që nuk do ketë në qëndrueshmëri shumë të madhe, por edhe njëherë për ta përmbyllur. Qeverisja vendore ka nevojë për reforma në shtyllën kurrizore, në themel, nuk ka nevojë për këto aksesorët e tjera. Megjithatë, është nevoja zotja Xhimali që pushteti vendor të performojë jo mirë, por shumë mirë nga që performon aktualisht, sepse ne kemi diskutuar, ka mungesë të eficiencës, të performancës në shumë drejtime. Ka fonda aty të Bashkimit Evropian që nuk arrin pushteti vendor t'i thithë? Shiko, fondet e Bashkimit Evropian është e vërtetë që nuk po arrin t'i thithë aq sa duhet as 61 bashkit, as qeveria shqiptare. Tashti ky është realiteti. Ti marrësh ato fonde, duhet shumë mund, shumë djerë, shumë aftësi, shumë kapacitete. Pasi ato para nuk jepen thjesht me i cop letër, ato duhen studime shumë të mira, duhen përgatitje shumë të mira, duhen arsyetime shumë të mira dhe ndiqen e monitorohen, kontrollohen, vlerësohen shumë mirë. Në këtë situatë duhet mendohet jo një herë, por 100 herë kur të aplikosh për t'i marrë ato para dhe ja 1000 herë për t'i zbatuar, se për ndryshe pastaj do ndeshim me probleme, si që jemi ndesh me këto çështjet e bujqësisë apo me probleme të tjera. Por impakti është çfarë ju jep qytetarëve me këto para. Sigurisht më performanca nuk është aty ku duhet, ka nevojë në fakt, por ka nevojë të gjenë mekanizma të tjerë, mekanizma që mund të vinë vetë nga vetë vlerësimi që kanë bashkitë, jo nga mënyra të imponume, apo nga mënyra vertikale, apo anësore. Duhet përcaktojnë vetë zyrtarët bashkësisë, çfarë ju mungon atyre. A kanë realisht pavarësi bashkitë, zotja Xhimali, për të në mënyrë të pavarur ta evidentojnë çfarë i mungon atyre, ku duhet fokusohen? Apo janë sërish, sepse ai që t'jep parat nga i edhe i varu? Lidion, shiko, tashti unë jam partizani decentralizimit edhe kritik historik edhe permanent i mënyrës se si qeveria sillet ndaj decentralizimit. Por ama edhe i gjë duhet ta pranojmë, nuk është se ju ka munguar pavarësia bashkive ligji 139/2015, është një ligj i mirë, aty brenda po të futesh mund t'gjesh probleme, po fryma është pozitiviste. Kush i ka penguar bashkitë që të aplikojnë pri projekt madhor për shembull? Askush i ka penguar bashkitë. Kush i ka penguar bashkitë? Pra jemi tek normat e decentralizimit. Të mbrojnë të shkarkojnë ligji i përcakton, i jep si përgjegjës kushtetues dhe ligjor për emrime shkarkime, i jep si përgjegjës dhe si autoritet për të bërë shpenzime, për të vjelur taksa, për të shpenzuar buxhetin. Tashti, se sa është shkalla e decentralizimit, kjo është diskutueshme në çdo vend botës, jo vetëm në Shqipëri. Decentralizimi nuk është një stacion që po arrit aty e ke mbyllur dhe do shkosh gjykmundi. Çështja është sa je ti si kryetar, ti si këshill zyrtar, nën kryetar, struktura e asaj bashkie, nga pikpamja menaxheriale, nga pikpamja leadershipit, nga pikpamja administrative ta menaxhoj buxhetin, sepse vërtet unë kam dëgjuar edhe djeton, na mungo kjo kompetencë, na mungo kjo, duhem të marrim këtë, marrim atë, edhe unë them po shumë mirë, ju i doni gjithë, po a ka mundësi të më thoni, këtë që e keni kompetencë 100%, a e bëni? A e keni performuar plotësisht ju, jo, po ti tashti si e në gjendje të furnizosh me ujë,
e më thu, duhet bëj dhe mbetje. Ti akoma nuk jenë gjenje të sigurosh menaxhim të integruar të mbetesh, ti kërkon kompetenca vazhdimisht. Nuk i kritikoj se kërkojnë. Por jam kritik pse nuk bëjnë këtë që kanë në dorë. Dhe prandaj çfarë ka ndodhur vitin e fundit? Centralizim prapë. Kemi rikthyer tek format e centralizimit. Kjo nuk është metoda më e mirë, por performanca jo e mirë e bashkive e shpje ujtin te kryeministri që thotë, por a e patët, ju se boni, po pse unë do të lej tashti qytetarët në mëshirën tuaj? Rruga e kryeministrit është e gabueshme në fakt sepse ka nevojë për rrugë tjetër për të rritë kapacitetet e njësive të qeverisë vendore me mjete financiare, me asistencë të brendshme apo dhe të jashtme, të gjithë mekanizmat me llogaridhënie më të madhe që të forcohet bashkia, jo sa herë gjej një defekt ju merr përgjegjësinë. Pra është komplekse situata, por në termat e decentralizimit bashkit për kaq sa kompetent duhet të performojnë më mirë sipas raportit dhe mbylla me këtë të 2 viteve të fundit të Ministrisë Pushtetit Vendor, nëse bëjmë një panoramë të përgjithshme të treguesve të performancës, 50% e bashkive kanë një performancë të dobët, 50% e tyre kanë probleme me taksat, me të ardhat, me shpenzimet, me menaxhimin e burimeve njerëzore, me thithjen e fondeve, çfarë do thotë që mund të ngeli në klasë. Zotja Xhemali, një pikë tjetër ku pushteti vendor do trajnohet është edhe reforma territoriale që është duke u diskutuar. Ka nevojë për të kualifikuar, për të trajnuar në këtë aspekt? Shiko, reforma territoriale është reformë politike, pavarësisht që ajo ka të kuptimin administrativ, por është reformë politike. Politike në shërbim të zgjedhjeve? Në shërbim, tashti këtu të ndalojmë, por them ta qartësojmë, janë reforma politike, janë reforma që sigurisht mund të kenë burim informacioni kryetarët të zgjedhurit administratën, por nuk janë ato aktorët, ato janë përfituesit dhe zbatuesit e reformës. Por është vullneti politik ai që përcakton nëse duhet apo s'duhet bërë reforma territoriale. Nuk mendoj se zgjeni lidhje të trajnimit të zyrtarëve vendor për çështjen e reformës territoriale. Zyrtarët vendor, këto 40.000 punonjës që ekzistojnë sot në trupën e 61 bashkive, 1.600 këshilltar, 340 administrator, 3.000 kryetar të fshatrave, janë ato të cilët me veprimet, mos veprimet, me sjelljet e tyre burokratike, me sjelljet e tyre administrative, me shërbimet që ato kanë dhënë matë sasi dhe matë cilësi, kanë prodhuar nevojën për të bërë reformë territoriale me qëllimin për t'u dhënë qytetarëve një shërbim sa më të mirë. Mënyra se si do të bëhet, mënyra se si do të operohet nga pikpamja politike, ngel për tu riparë. Në aspektin territorial apo gjeografik, si është me mira, Zotja Xhemali, në opinionin tuaj që e njihni jashtëzakonisht mirë pushtetin vendor? Është nevoja për tu riparë, e kam thënë prej shumë vitesh, kjo që kemi nuk i dha rezultatet, dhe thash, po i referohemi spaku 2 raporteve të fundit, apo 3 raporteve të fundit të ministrave të përkatës të pushtetit vendor, që çdo vit kanë raportuar që 50% e bashkive performojnë dobët, kryesisht bashkitë e vogla dhe të mesme, por jo vetëm. I përkas faktit që ka nevojë të rishikohet jo thjesht në numër, jo thjesht në gjeografi, por të shikohet sistemi i qeverisjes vendore në Shqipëri dhe vazhdoj të bëj apel dhe gjej rastin në fund të këtij viti për televizionin tuaj dhe studion tuaj, që kjo reformë duhet parë në mënyrë komplekse në rregullimin e sistemit territorial që shkon për kufit administrativ të bashkisë që mund të krijojnë një numër më të vogël bashkish, mund të krijojnë një numër më të madh bashkish, por duhet rregulluar. Duhet të shkojmë për të rregulluar sistemin administrativ, çfarë do thotë, duhet të shikojmë normat, aktet, funksionet, përgjegjësitë e qeverisjes vendore. Do t'i lejmë kështu siç janë, do të ecim me tendencën siç jemi sot që menaxhimi i mbetjeve, ujësjellsa, transporti publik apo këto agjenci tjera
qendrore, po ju marrin kompetencat bashkive, çfarë do ju lejmë bashkive, te vendos vullneti politik, pavarësisht pikpamjeve të mia që një reformë e dytë duhet i forcoj bashkitë dhe t'ju lej përgjegjësi dhe t'ju kërkoj llogari, jo t'ju marri funksionet dhe përgjegjësitë, po gjithsesi politika e vendos dhe thotë unë gjykoj që ujësjellësi do të jetë qendror, s'kan punë bashkitë, menaxhimi i mbetjeve do jetë qendror, s'kan punë bashkitë, dakord, po ta kytje. Ku dështuan bëje, po mirë, aty ku dështuan merre bëje, por ama ato set funksione që do ju lësh bashkive, duhet ju faturosh plotësisht me mjet, duhet ju faturën financiare. Edhe duhet t'i shikojmë edhe një aspekt tjetër tek burokraci, sepse në qoftë se ju hek një pjesë e përgjegjësive, si ka mundësi që edhe buxhet ju shto, edhe numri punojësve shtohet. Pra ju hek përgjegjësi dhe kompetenca, ju rrit parat edhe rrisin dhe numrin e punojësve. Kjo nuk kanë kuptim. Pra edhe si ky sistem duhet rregullohet, pastaj çështjet e sistemit financiar. To që ne diskutuam pak më parë, sa do ta kemi shkallën e decentralizimit fiskal, çfarë do ju lejmë atyre të bëjnë, sa do kenë diskrecion, çfarë lloj taksash, tarifash do të mbledhin, sa do të jenë të lira ato për të bërë taksa, hapësirat taksa, tarifat. Taksat dhe tarifat, llojshmëria e tyre, edhe kjo ngel për tu parë, dhe këtu ka modelet në mund t'ju lihet bashkive, mund ta marrë qeveria dhe ju andaty. Pra rëndësi ka të specifikohet, ketë vi ndarse të prerë, dhe shumë e rëndësishme për mendimin tim është sistemi zgjedhor. Do i zgjedhim sot këshillat bashkak me këto listat profesionale, ku pjesa më e madhe e këshilltarëve të bashkisë, jo vetëm në Tirana është simbolike në fakt që këshilltarët përfaqësojnë vetëm një zonë, një jurisdiksion shumë vogël territorial në qendër, pjesa tjetër ngelet e papërfaqësuar. Kryetari i kryetari bashkisë do zgjidhet në mënyrë majoritare apo nga listat e këshillat dhe kjo ka avantazhe, disavantazhe, do ta kemi me një mandat, do ta kemi me 3 mandate kryetarin e zgjedhur apo me 2 mandate, unë them të ketë 2 mandate me qëllim që mos krijojnë monopol politik. 2 mandate janë mjaftueshëm për punën. Për mua po, sepse shiko, krijojmë ai kryetar për 2 mandate ka këtë avantazh që fokusohet për një periudhë të caktuar. Dhe realisht punon intensivisht. Punon intensivisht, por edhe duke qenë se 2 mandate në terma kohor janë më të ngushtë se sa 3, ka mundësi të jenë më aktiv edhe të tjerë pretendues, pra nxisim leadership tjetër. Dhe në mënyrë është edhe vjueshmëria e ka dhe vjueshmëri të punëve, pra ka interes të tjerë për ta rigjallëruar, për ta ndezur atë debatin publik, sepse kur mendoj një kryetar 3 vjet investoi, ai që mund të mendoj që do rikandidoj herë, por i kaluan 12 vite i shkon gjatë. Pra dhe ky aspekt ka nevojë për të riparë. Pra këto janë ato 4 shtyllat kryesore dhe fundi për ta mbyllur. Duhet gjejmë atë model që na përshtatet Shqipërisë dhe mos harrojmë që lëvizjet demografike në fakt na kanë çuar që duhet mendojmë mirë për ta bërë këtë reformë territoriale, se si jemi më as 2.8, as 2.4, po tashti shifrat tregojnë që kemi dyshit. Po kemi një rrudhje shumë të madhe dhe reforma në nivel në parë qeverisit vendore ka të domosdoshme dhe reformën e institucioneve të tjera, siç janë këshillat e qarqeve, edhe ato duhen ripar, por paralelisht me këto është mirë pra të shikojmë edhe mënyrën se si vendosen dhe institucionet e dekoncentruar, institucionet të qeverisë qendrore në teren. Ministria për Pushtetin Vendor, mendoni se duhet të ketë një rol më të fortë? Shiko, unë gjithmonë i kam i përkas faktit që edhe pse jemi i vendi vogël, pushteti vendor, për sa kohë jemi në këtë tranzicionin demografik të pafund. Po, të pafund, tranzicioni gjatë, ta kemi një ministri të pushtetit të vendor, që të kujdeset, jo ta patronazhoj, të kujdeset për politika dhe tjetë ura lidhse midis pushtetit vendor dhe qeverisë. Cila është e vërteta për vendet e Bashkimit Evropian dhe vendet tjera? Nuk kanë.
nuk kanë një ministri. Jo, të themi gjërat drejt, nuk kanë ministri të dedikuar, si që kemi ne. Por edhe këtu duhet sqaroj për teleshikuesit. Edhe ne kemi pa portifolio në gjë shumë madhe, po megjithatë po të llogarisë strukturën i ka dhe ajoja 50 të punojës me gjithë agjensinë. Unë vetë, po t'isha do kërkoj një ministri me portifol, një strukturë të konsoliduar solide, për shkak të nevojave që nuk ke. Për shkak të nevojave, i qëndroj asaj. Po, Zotat Xhemali dhe një pyetje në lidhje me buxhetin, por njëkohësisht edhe rëndësinë që ka planifikimi shpenzimi i dur. Ne thamë që buxheti për 2026 është 47.3 miliard lek. Vetëm transferta qeveritare, e bashkuar me të gjithë të tjerat mund tjetë mbi 1.2 miliard euro, që do të thotë Lidion është një buxhet shumë i mirë, nga rritja, pra krahasuar me vitet e më përpashme, por krahasuar me nevojat reale, sigurisht ngel problematik, krahasuar me vendet e rajonit, sërisht nuk jemi më të këqit, po si jemi më të mirët për bashkit. Çështja është ajo që ne diskutuam në fillim. Si shpenzohen? Po si shpenzohen dhe kur i shpenzohen, se nuk i shpenzohen dhe a shpenzohen si duhet dhe kush janë prioritetet. Tashti, për mendimin tim, nuk duhen toleruar bashkit në këtë aspekt, ka nevojë gjë mekanizmat të kërkesës së llogarisë, nga institucionet, nga qytetarët, duhet të ndërtojmë një mekanizëm të tillë në fakt, sepse kështu nuk mundet të shkohet, të t'jap 100 lek, të dedikuar se i ke kërkuar për shpenzime, për ujë, kanalizime, menaxhim detesh, rrugë, edhe ti më thua në fillim të fund nëntorit, në fillim të dhjetorit që kam 20-30% të pashpenzuar. Dhe nuk është e justifikueshme, ma bën krejtësisht të pamundur aftësinë dhe kapacitetin për t'i shpenzuar për një dhe gjitha kjo është shërbimi munguar për edhe është një shërbimi munguar. Nuk ekziston ky luks, siç e thash pak më parë, ndaj kërkohet një planifikim më i mirë, më racional, më i drejtë, mos të fryen shifrat, vendos administrator në punë të ndërtoj projekte, të bëj shpenzime në interes qytetarë. Nëse demonstrojnë këtë mungesë aftësisë dhe kapacitetesh për të shpenzuar para, atëhere edhe unë si mbrojtës i tyre më bie të shkoj në logjikën e politikës qendrore, të ka nevojë të rishikojmë në tërë aspektet reformën, bashkit. Pra, unë nuk e dashuroj këtë lloj qasje, por duhet ka nevojë të gjejmë mekanizma lidhje. Nuk mundet të vazhdohet më kështu. Tash ti kërko para, ke probleme me ujin, kërkon para për ujin, ke para dhe ti nuk je në gjendje ti shpenzosh. As në rrugë, pa ti kupto fare mirë që ti po përmbytesh, ti ke para për ujësjellca, për kanalizime, për vaditje, për rrugë rurale, çfarë pret që nuk i shpenzon? Në këtë aspekt thash që buxheti shumë mirë që është rritur, topi është në dorën e 61 kryetarëve të bashkive, ato duhet mos jenë nën presionin politik, mos të orientohen nga rrymat të tjera të interesave të grupeve të caktuara për shfrytëzimin e këtyre kanaleve dhe të burimeve financiare, të shpenzojnë parat në dispozicion të qytetarëve, në dispozicion të atyre që kanë bërë kryetar bashkie, në dispozicion të atyre për cilën ai është votuar për t'u kthyer shërbimet. Në të kundër do vazhdojmë të kemi probleme, do ndeshemi me mungesë shërbimesh. Zotë Xhemali, faleminderit që ishit në studio. Faleminderit juve. Ndërkohë ne tani do të vijmë me tjera informacione. Nga janari deri në fund nëntorit, konsumi në vendin ton ka pasur një rritje të ndjeshme. Kjo ecuri e kënaqshme, që është ndikuar edhe nga ecuria e sektorit turizmit, ka dhënë efekte të ndjeshme edhe në arkën e shtetit. Viti 2025 ka shënuar një rritje të konsiderueshme të konsumit në vend. Qytetarët shqiptar, por edhe turistët e huaj kanë shfaqur tendencën për të shpenzuar më shumë për produkte dhe shërbime përgjatë periudhës janar-nëntor 2025. Të dhënat zyrtare të Ministrisë së Financave tregojnë se të ardhurat nga tatimi mbi vlerën e shtuar është zëri me performancën më pozitive pas tatimit mbi të ardhurat personale në të hyrat tatimore në 11 mujor.
Konkretisht të ardhurat nga TVSH e arkëtuar neto u realizuan në shumën 63.6 miliard lek, apo rreth 636 milion euro. Në raport me të njëjtën periudhë të një viti më parë, janë mbledhur afro 89 milion euro më shumë, apo 16.3% më shumë. Po ashtu janë arkëtuar 23 milion euro ose 3.7% më shumë se plani i periudhës. Rimbursimet e dhëna për periudhën janar-nëntor 2025 janë në shumën e 224 milion euro. Ndër faktorët që kanë ndikuar në këtë performancë është rritja graduale e numrit të turistëve në vendin tonë, të cilët përpos interesit për zonat bregdetare, kanë pasur interes të shtuar për zonat historike dhe malore. Duke qenë se linjat ajrore low cost ofrojnë çmime të lira biletash, agjenci të ndryshme organizojnë udhëtime me guida për turistët. Po ashtu edhe kushtet atmosferike kanë qenë favorizuese, duke bërë që turizmi të prodhojë konsum të lartë në të gjitha sezonet. Ndërkaq një faktor tjetër që ka ndikuar në këtë performancë pozitive të ardhurave ka qenë dhe reforma e pagave në administrat për një sër kategorish që paguhen nga buxheti i shtetit, duke u dhënë kështu më shumë mundësi qytetarëve për të shpenzuar. Kjo reformë ka vënë në lëvizje edhe sektorin privat, duke nxitur në mënyrë indirekte rritje të pagave, çka ka sjellë dhe konsum të shtuar. Nga ana tjetër, një përqindje inflacioni më e stabilizuar përgjatë këtij viti është reflektuar në më shumë konsum. Do diskutojmë tani në lidhje me disa prej pikave kryesore të buxhetit për vitin e ardhshëm, duke nisur nga paqja fiskale deri tek disa vendimarrje që kanë efekte në buxhet, por njëkohësisht janë edhe politika sociale. Më gjerësisht do diskutojmë me doktor Elton Musën, profesor i drejtës tregtare dhe financiare, njëkohësisht avokat. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje nderuar, mirë se u gjeta. Ta nisim paketën fiskale, është rritësia kryesore dhe një ofertë e qeverisë shqiptare për bizneset në vendin tonë. Të gjithë janë në të njëjtin mendim që fshirja nga 2014 e tutje është e mirë sepse janë detyrime që me shumë mundësi shteti nuk do t'i mblidhte, por kemi disa risi, sikurse rishikimi i bilanceve, por njëkohësisht edhe pranimi i fitimit 18%, mbi këtë fitim 5% është tatim fitimi. Si e shikoni këtë ofertë? Që është vërteta ka qenë kryefjala e qeverisë në këto 3 muajt e fundit, në këtë variant. Paketa re fiskale vjen si një pozitë, vjen si një ofertë në radhë parë dhe për biznesin, por në radhë dytë vjen dhe për qeverinë shqiptare për një arsye shumë konkrete, sepse do të krijohen disa të ardhura, do të vinë nga si pasojë e kësaj paqes fiskale. Por në këtë këndvështrim kemi 2 momente. Momenti i parë ka të bëjë me pjesën e paqes fiskale që i cili vjen përfshirjen e detyrime tatimore gjobave deri në vitin 2014. Dhe më pas gjatë vitit 2026 për ndarjen e kësaj me pagesë me këste, duke dhënë një mundësi për biznesin shqiptar që këta të kenë mundësi që nga vita 2014 deri në vitin 2024 të kenë mundësi që t'i paguajnë gjitha detyrimet e tyre, por përveç kësaj të kenë mundësi të paguajnë dhe me këste këtë pjesë detyrimesh, duke u falur gjobat dhe kamatvonesat. Gjithashtu një nga projektligjit e reja që kishte të bënte që u miratuar në kuvend kishte të bënte për sa i përket pjesës së bizneseve që cilët kanë një xhiro mbi 14 milion lek. Që cilë ju jepet mundësia që të rishikojnë të ardhët e tyre, të deklarojnë ato të ardhët që ata nuk kanë dashur janë shpangur në një farë mënyre, por kjo jep mundësi dhe biznese që duke rishikuar, duke rifutur këto të ardhura, jep mundësi dhe shtetit shqiptar që të marrë disa të ardhura shtesë. Patjetër, efektin buxhet është... Fillon kjo efekt në buxhet. Dhe këto gjitha bashkë bëjnë atë konglomeratin e madh të projektit të buxhetit të vitit 2026, që i cili janë parashikuar të ardhura, janë parashikuar dhe shpenzime. Sepse një buxhet kur krijohet, përveç se kështë deficiti, është krijuar dhe një mundësi që do të ketë një rritje prej 2.9% si rritje ekonomike përsa i përket vitit të ardhshëm. Por kjo jep mundësinë edhe gjithë bizneseve të deklarojnë, por njëkohësisht atyre do t'ju rritet dhe barrat tatimore. Pra, çfarë do thotë që jemi përballë një fakti që ata do të kenë mundësi të fshin disa detyrime, por njëkohësisht do jemi përballë të fakti që do t'ju rritet një pagesë tyre. Dhe ai vit, pra viti që ata do të bëjnë këtë rideklarim apo rishikim bilanceve të tyre, mund të jetë njëkohësisht si një vit zero, por që do të thotë se kanë fitime, nga i moment kanë fitime më të larta dhe duhet vijojnë në rritje paralelisht me rritjen ekonomike. Pra, një bazë ose është një balkon nivel më të lartë, në kat 5 apo 6. Bizneset do të kemë parasysh ju jepet mundësia që ata të rishikojnë bilancet e tyre, por do të kemë parasysh që nëse ata
bazë viti 2026 e mrapa, ata do të kenë ullje të këtyre bilanceve, kthehen aty ku ishin, atëherë do të jepet mundësi administratës tatimore që të rifillojë të bëjë kontrolle më të thellura për të parë se çfarë ka ceduar, sepse tip deri para 3 viteve, 4 viteve na deklaroi bilance të tjera, rifutet disa të ardhura, ne të morëm disa pagesa, por në vitin 2026, 2027, 2028 rikthehesh prapë atje ku ishe. Diçka këtu ka që nuk mund ndodh. Edhe do të jepet mundësia, kështu që bizneset do të jenë shumë kujdesshëm në momentin. Është edhe në kuadër të formalizimit të ekonomisë. Absolutisht, jo është përveç se kuadrit të formalizimit të ekonomisë, kjo është për të vënë ekonominë në shina. Kjo është një mundësi për bizneset për të vënë ekonominë në shina, pavarësisht se FMN-ja dhe Banka Botërore nuk është se kanë qenë shumë dakord. Kanë qenë kundër sepse ky është një mënyrë informalizimi për ta formalizuar, sepse dhe diskriminon të rregullit. Përveç se diskriminon të rregull, ka dhe mundësi, ka një moment të dytë që të gjithë bizneset që cilët kanë qenë të rregullt në këto 20 vitet e fundit, që cilët kanë paguar detyrimet, gjobat, gjithçka në kohën e dur, në momentin e dur, pendohen në një farë mënyre. Është e njëjta gjë politik siç u bën në kohën e prerjes dritave. Ata që kishin paguar ndiheshin keq, ata që s'kishin paguar ju falën, ose ju bën me kamat, ose ju bën me këste, edhe kështu me radhë. Në një farë mënyre është një mundësi e mirë për biznesin. Këtë do pyesja ishte domosdoshmëri edhe për faktin që nuk do kemi shumë mundësi të bëjmë tilla lëvizje kur të jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Supozojmë 2030 sepse është pranuar nga të gjitha palët. Për qenë të sinqert, në këto vite e fundit nuk është se ka ndodhur shumë paqe fiskale ose nuk është se ka ndodhur mekanizma të tillë që i është falur bizneseve kjo. U tentua një më e madhe para 2 vjetësh, por e cila ishte në kundërshtim shumë të madh nga FMN-ja dhe nga Banka Botërore. Ishte edhe përveç se ishte financiare, ishte në një farë mënyrë edhe kishte të bënte edhe me falje në një këndvështrim në një më të gjerë. Kishte një këndvështrim më të gjerë, ishte në kuadër më deklarativ. Po, edhe penal, ishte në kuadër edhe deklarativ, ishte rifutja disa të ardhave që cilat ti nuk i kishte deklaruar në asnjë moment më të caktuar, ndërsa në projekt buxheti që i cili është miratuar në parlament në këtë moment, është pak më i formalizuar. Është më e faktuar në dokumentacion, se sa më e faktuar vetëm në deklarata. Kështu që në këtë mënyrë besoj që do të jetë një mundësi e mirë për biznesin, përveç faktit të bilanceve të bizneseve që cilët kanë pasur mundësinë deri në momentin me vlerë mbi 14 milion lek, i është dhënë mundësi dhe gjitha bizneseve të tjera, në 2 momente, po të ndalemi. Sepse i është dhënë mundësi bizneseve të tjera që cilët kanë pasur një gjyrë vjetore X, që cilët janë persona fizikë ose shoqëri me përgjegjësi të kufizuara, kemi mundësi të dytë që cilë ata gjatë vitit 2026 kanë mundësi të ndajnë në 2 këste. Që do të thotë mund të paguajnë detyrimet tatimore që ata kanë në 2 këste. Por gjithë kryefjala e kësaj paqes fiskale ka të bëjë me pjesën që nuk është thënë që do të falen të gjithçka. Shtetit ka falur gjobat dhe kamatvonesat që cilët i merr sistemin e e-filing. Baza duhet paguar dhe baza ajo që është e panegociueshme në bazë të buxhetit, në bazë projekt ligjit të ri, ka të bëjë me pjesën e sigurimeve shëndetësore, që cilët në mënyrë indirekte bizneset nuk i kanë me shtetin. Në mënyrë indirekte bizneset i kanë me individin, që do të thotë kanë lënë disa sigurime pa jo paguar, është detyrim ndaj individit, sepse ai nesër pas nesër në rastet që do t'i nevojitet to sigurime për të dalë në pension, do t'i dalin në sistem të papaguara. Dhe kjo është problem vetë. Jo vetëm që është problem vetë, po kjo është ajo që shteti shqiptar në këtë mundësi ka dëshiron dhe arrin që të japi një lloj mundësie të gjithë bizneset t'ju paguajnë individëve. Dhe kjo vjen edhe për faktin tjetër. Kjo vjen edhe për një fakt tjetër, sepse bëhet gjithçka kjo, sepse do të vi momenti që në 1 janar do të kemi edhe rritjen e pensioneve. Po, rritja e pensioneve njëkohësisht do të ketë edhe rritje të pagës minimale, por do të kalojmë aty. Për ta mbyllur me paqen fiskale, mendoni se mund të ketë disa sektorë që mund të jenë favorizuar në fillim? Ishte u piketua sektori ndërtimit, por në daljen e fundit për mediat, kryeministri tha që sektori ndërtimit do të përjashtohet. Kryeministri në daljen e tij të fundit ka qenë duhet parë pastaj dokumenti, sepse deklarata me jo, edhe në projekt buxhet akoma do dalin aktet në ligjor në zbatim të ligjit. Do shohim aktet nëse përjashtojnë ose në 1 janar mbrapa të gjitha aktet në ligjor në zbatim të ligjit do të dalin gjitha urdhëresat e Ministrisë Financave për sa i përket mënyrës se si do të operohet, sepse ne aktualisht kemi në dorë vetëm projekt buxhetin i cili është miratuar në parlament. Dhe duke dalë to do të ketë, por me daljen e fundit që i cili ka bërë zoti Rama, ka qenë shumë i drejtë për drejtë për sa i përket bizneseve në fushën e ndërtimit. Dhe unë logjikoj edhe e gjykoj të arsyeshme që ajo që ka thënë zoti Rama ka qenë shumë e saktë.
Sepse edhe cikli i bizneseve ndërtim është i tillë. Cikli biznes ndërtim, ai që në momentin në verën e vitit 2025, ai arriti doli me një konkluzion që citet për një formalizim të tregut, për një mënyrë tjetër të tregut për sa i përket biznesit të ndërtimit, e konkretizoi përsëri tani me daljen e fundit, dhe unë mendoj që është më e drejta, sepse biznesi i ndërtimit mund të jetë një ndër ato biznese që i cili është një handicap shumë i madh për sa i përket Republikës së Shqipërisë, si kërpulla, dalin kompani që cilat dalin si kërpulla, indektohen të ardhurat që cilat nuk dihen se nga kanë ardhur të ardhura, dhe prandaj është dhënë mundësia në këtë moment. Edhe kleringu është formë pastaj për mjafton të kesh lejen me kontratat e kleringut dhe marrëveshjet e kleringut janë marrëveshje tregtare, që është e vërtetë. Që cilat janë të lejueshme, absolutisht po, dhe në çdo vend, por kur janë të lejueshme duhet të deklarohen. Problemi këtu është se nuk deklarohen të sakta. Me çmim tjetër shitet online, me çmim tjetër shitet në letra. Ky është edhe problemi i madh. Prandaj në këtë kuadër zoti Rama ka qenë i drejtë për drejtë. Ndërkohë, zoti Musa, të kalojmë tek, ju e përmendët pak, rritjen e pensioneve. Ka edhe debat në këtë pikë, nëse është rritje, apo nëse ai bonusi është shpërndar në 12 muaj. Duhet presim fundin e vitit 2026, të shohim nëse do të ketë bonus tjetër, ose jo, pastaj diskutojmë prapë. Si pritet ndikojnë në opinionin tuaj? Po, është shumë e saktë ajo që ju thoni, mund të kemi një diçka, rritja e pensioneve është një mekanizëm që cili qeveria e përdor në 2-3 momente të caktuara. E përdor dhe për rritje pensionesh për efekte elektorale, e përdor dhe rritje pensionesh për efekt për të rritur indeksimin e inflacionit në Republikën e Shqipërisë, edhe për gjithçka tjetër. Në këtë moment rritja e pensioneve ka ardhur si një natyrshmëri, si një nevojshmëri për sa i përket, sepse rritja e inflacionit ka qenë pavarësisht është 2.5% në letra, por unë logjikoj si ekspert i kësaj fushë që jam në fushën tregtare dhe financiare, që rritja e inflacionit është pak më e madhe në Republikën e Shqipërisë. Dhe shporta e ushqimeve është shumë e lartë. Shumë e lartë. Por mekanizmi i rritjes pensioneve ka të bëjë me qeveria shqiptare është treguar shumë, mund të themi, shumë e zgjuar, sepse çka ka bërë? Ka rritur pensionet në njëra anë, ka dalë me mekanizëm, në anën tjetër i është dhënë mundësia 308.000 punësuarve të rritet paga minimale. Pra, automatikisht duke rritur pagën minimale, kompenson rritjen e pensioneve. Dhe njëkohësisht kush është ai, është biznesi, ai që në një farë mënyre rritet ajo barra tatimore. Për 9 muaj gjithsesi do ta mbuloj qeveria këtë shtesë, pra diferenca nga 40 në 50.000 lekë rritja e pagës, diferenca e 10.000 lekëshit. Diferenca presupozohet që do të mbulohet nga qeveria, por në fund të fundit do të jetë gjitha barë mbi biznesin. Megjithatë, ka pasur përveç rritjes pensioneve, që patjetër është shumë e mirë sepse është ndër stresat e shoqërisë tonë që ka nevojë jo për pensione 20, 30 apo 40.000 lekë, por për shumë më të larta. Kemi edhe një rritje të pagës minimale, do të kemi të radhës nga 2026, një presion nga ana e qeverisë shqiptare ndaj sektorit privat, presion i mirë gjithmonë, që edhe ai të rrisë pagat. Mendoni se ka rreziqe edhe këtu, sepse rritja e pagave pa rritjen e produktivitetit mund të ketë efekte edhe deri tek inflacioni? Rreziku ka qëndruar dhe deri në këtë moment që flasim, dhe rreziku do të vazhdojë të jetë, sepse problematika më e madhe e qeverisë shqiptare dhe problematika më e madhe e biznesit ka të bëjë me një moment. Momenti që deklarohen pagat në një vlerë caktuar 40.000 lekë ose në janar 2026 me 50.000 lekë të reja, por problemi qëndron se shumë biznese i marrin kartat e bankomatëve punojësve dhe i marrin para mbrapsht. I thonë do merrni ato vlerën që ne kemi rrogën. Ekziston ende një fenomen i tillë? Mendoj se ishte ka një fenomen të kësaj natyre, jo në doza të mëdha, sepse është formalizuar, por ka biznese që cilat në fushën e shërbimeve të caktuara, të shtresave të ulta që cilat ta punojnë, që cilat i shfrytëzojnë dhe në këtë lloj mënyre. Dhe uroj vërtet që kjo paga minimale të shërbej në një farë mënyre të gjithëve, por të formalizuar pak, dhe biznesit të kuptojë që paga minimale nuk ka të bëjë vetëm me pjesën e individit, ka të bëjë dhe me pjesën e Republikës Shqipërisë, e cila është po rrizim paga minimale në një farë mënyre duke hyrë në Bashkimin Evropian, siç është pretenduar në 2030, është rritje standardit, sepse edhe nga konvertimi i euros në lek, nga leku në euro, do të vijë një moment i caktuar në ardhme, që ne do të kemi një pagë X, që duhet patjetër ta kemi në letra, me domosdoshmëri,
Por sfida më e madhe e qeverisë shqiptare është atë që do të krijojë në letra, është ta ketë ta zhvillojë edhe në produktivitet të realitet tek njerëzit. Kemi njëkohësisht një pagë mesatare publik, privat në nivelin e 83.300 lekëve, ishte për 3 muajin e tretë të këtij viti. Por është problem në anën tjetër jo mesatarja, por mediania, sepse nëse listojmë të gjitha pagat dhe bëjmë një vizë në mes, shumica janë pranë 60.000 lekëshit, pra pranë pagës minimale të re që do të jetë. Është ky një problem? Problemi pagës është se të gjithë bizneset që cilat janë korporata të mëdha, nuk kanë probleme të deklarimit të pagave. Po. Problemet e deklarimit të pagave kanë bizneset që cilat janë persona fizik, shoqit me përgjegjësi të udhëzuara, që cilat janë bizneset të vogla, janë bizneset të paformalizuara, bizneset që cilat pa një formë tregtare të caktuar, pa një organizim tregtar të caktuar. Edhe këto janë bizneset që cilat neve na krijojnë problematik, sepse këto biznese janë ato që deklarojnë tjetër gjë në letra, tjetër gjë japin fizikisht në dorë. Ka disa bilance. Jo, vetëm ka disa bilance. Ka 2 bilance, se disa s'mund temi, se Shqipëria nuk është se ka një ekonomi të jashtëzakonshme që ju jep mundësi bilance. Edhe minimumi 2 nuk është se... Edhe minimumi 2 ju jepet mundësim, por ka një problem tjetër, se këto biznese çfarë bëjnë? Përveç të deklarojnë pagët, shteti shqiptar do të bëjë një rregullim të përsa i përket pagës, e cila do të shkojë vetëm në bankë. Sepse ligji për procedurat adimore sot ta lejon që për bizneset e vogla paga mund të jepet edhe nëpërmjet në dorë cash për sa i përket vlerave të saktuara. Dhe ky është momenti që statistikat nuk arrin dot ta kenë një këndvështrim të gjerë se sa është vërtet paga mesatare në Republikën e Shqipërisë. Sepse kemi punojës të shtetit, kemi punojësit që cilët janë deklaruar në korporata, kemi të ardhur që këto të ardhur na mblidhen, sepse edhe në momentin që u bë projekt buxheti i ri mbi bazën e këtyre të ardhurave të vitit pasardhës krijohet për të parë nëse do ketë edhe indeksim në rritjes pensioneve. Prandaj ky është një këndvështrim që ne na vjen si një politikë që duhet përmirësohemi akoma. Edhe një pyetje të fundit, zoti Musa, në lidhje me një reformë që pritet ndërmerret së shpejti, reforma e pensioneve. Çfarë duhet të ketë parasysh duke futur këtu pagat, pensionet, por ç'është më rëndësishmja kam përshtypjen në zhvillimet demografike që gjithmonë më shumë po bëjnë problem. Aktualisht raporti përfitues kontribues është 1/1.17. Që është vërteta, unë nuk është se shquem për të qenë një ekspert pensionesh, të jemi sinqert, por do përpiqem të jap një këndvështrimin tim. Duke njohur pagat, duke njohur si funksionon ekonomia. Problemi qëndron që ne në 2-3 vitet e fundit sistemi tatimor në Republikën e Shqipërisë ka funksionuar mbi bazën deklarative. Kryeministri Rama ka qenë shumë i drejtë për drejtë para disa vitesh, i cili ka hequr inspektorët nga terreni. Për mos të krijuar një lloj bezdisje për biznesin, për qytetarët e për gjithçka me radhë. Por mendoj që kjo që ka qenë një lëvizje jo e matur mirë. Sepse ne jemi një popull dhe jemi një natyrë që cili në momentin që ti na lej pak dorë të lirë ne abuzojmë. Dhe ky është momenti, prandaj kemi një diferencë shumë të madhe midis atyre që cilët marrin pension dhe midis atyre që cilët janë të siguruar. Sepse ne sot vazhdojmë të kemi akoma problematika të theksuara të bizneseve që cilët nuk i sigurojnë punojësit e tyre. Pavarësisht se në sistemin tatimor i feeling ka pas disa ndryshime thelbësore për sa i përket pjesës e bizneseve që cilët punojnë me orë, si para disa viteve ne bizneset mund t'i siguronin dhe me orë të caktuara ditore ose me ditë të caktuara mujore, kurse sot e ke 22 ditë kalendarike mujore, që cilët është e panegociueshme. Në momentin që ti e deklaron një kjo. Dhe ky është problemi thelbësor, them unë, për sa i përket pjesës situatës e pensioneve, por situata e pensioneve ka të bëjë edhe me pjesë që ne vazhdojmë akoma të kemi problematika të pagave të viteve 94, të viteve 2000, që cilat ato ka krijuar një bumerang shumë të jashtëzakonshëm. Pavarësisht se janë rritur disa koeficient caktuar të miratimit të këtyre, por reforma e pensioneve është një reformë, ajo është gropa më e madhe që ka buxheti i shtetit, për të qenë sinqert. Aty është dhe aty duhet jetë fokusi. Aty vazhdo dhe aty duhet jetë fokusi për reformimin. Pavarësisht janë krijuar disa fonde pensionesh dhe private, që cilat ju jepet mundësi një kategori të caktuar. Mund të jetë alternativë privati detyrueshëm për shembull. Mund të jetë, mund të krijohet. Sot që flasim ka disa kompani sigurime që cilët ofrojnë. Po, por është vullnetar. Po është vullnetar dhe vullnetar është përveç faktit që është vullnetar, po këtë pension vullnetare bëjnë ajo kategori edhe ajo shtresë që cilët e kanë një mundësi që t'i heqin 5.000 lekë, 10.000 lekë, 15.000 lekë të reja në muaj dhe t'i qojnë atje dhe ato mund t'i marrin një moshë caktuar, një kohë caktuar, ose në blok, ose duke i marrë në formë tjetër, me këste.
Zoti Musa, faleminderit që ishit në studio. Unë ju falenderoj që më ftuat dhe ju uroj gjithë televizionistëve dorrim së bashku, ju uroj festa të mbara të gjithëve. Gjithashtu. Faleminderit edhe një herë. Do të shohim tani edhe curinë e tregjeve për gjatë ditës së sotme, ku vjet re një rënje ndjeshme e euros dhe dollarit amerikan në tregun e brendshëm përjedhoi edhe monedat e tjera dhe një forcim i ndjeshëm i lekut përballë tyre. Rënja e euros që ka tregjur me vete edhe monedat e tjera mund shpjegohet me faktin se për gjatë festave të fundvitit në vend vinë shumë emigrantë të cilët sjellin me vete edhe monedhën europiane në shumicën e rasteve. Në mëngjesin e sotëm, sipas Agjencisë së Këmbimit Valutor, Iliria 98, dollari blihet me 80.6, shitet me 82.1 lek, nga rreth 82 lek që kuotohej mesatarisht javën e kaluar, ndërsa euro, sikurse mund ta shohim, ka rëndjeshëm, ka humbur edhe 600 darka në sesionin e sotëm, blihet me 95, shitet me 96.5 lek, vjet re njëkohësisht edhe një diferencë e madhe midis çmimit të blerjes dhe çmimit të shitjes, që tregon se në një farë mënyre ka panik në tregje. Zakonisht diferenca sidomos për euron është në 0.7, 0.8 lek, nuk e kalon asnjëherë nivelin e 1 lekëve. Aktualisht kjo diferencë është në 1.5 lek. Franga zvicerane gjithashtu ka një tendencë në rënje, blihet me 101.9, shitet me 103.4 lek. Paundi britanik gjithashtu ka rëndjeshëm, nga rreth 109.4, ka zbritur në 108.6 lek në blerje, ndërsa në shitje në 110.1 lek. Në ecurinë e dollarit kanadez, kjo monedhë blihet me 58.8, shitet me 60.3 lek. Dollari australian blihet me 53.8, shitet me 55.3 lek. Jeni japonez është i pandryshuar, blihet me 0.5, shitet me 0.54 lek. Lira turke blihet me 1.84, shitet me 1.93 lek, dhe së fundmi juani kinez blihet me 10.74, shitet me 11.54 lek në mëngjesin e sotëm, sipas Agjencisë së Këmbimit Valutor Iliria 98. Kjo ishte ecuria e tregut brendshëm, ndërkohë në tregje ndërkombëtare përgjithsisht vjet re një qetësi në këmbimin e monedhave, por gjithashtu vjet re një qetësi edhe në tregjet e aksioneve. Është karakteristike që në sesionet e fundit të çdo viti kemi të bëjmë me një volum të ulët të shkëmbimeve, të shitjes dhe të blerjes nga ana e investitorëve, pikërisht për faktin sepse ata bëjnë bilancet e vitit dhe njëkohësisht presin të ripozicionohen në vitin pasardhës. Në rastin konkret në 2026 të pritshmërit janë që edhe 2 sesionet e mbetura përveç këtij të sotmit të karakterizohen nga një volum shumë i ulët i shkëmbimeve mes investitorëve. Fillimisht për sa i përket këmbimit monedhave në tregjet ndërkombëtare, vjet re një rritje lek të euros me 0.05% përballë dollarit amerikan që këmbehet me 1.1777 dollar. Paundi britanik ka humbur 0.07% të vlerës, këmbehet me 1.3486 dollar. Në raport me frangën, dollari ka humbur 0.04%, këmbehet me 0.7888 franga. Dollari australian është në rënje me 0.13%, përballë dollarit amerikan, këmbehet me 0.6706 dollar amerikan. Përballë monedhës gjelbër, dollari kanadez është në rënje me 0.14% të vlerës, këmbehet me 0.7304 dollar amerikan, dhe në raport me jenin, dollari ka humbur 0.22% të vlerës, këmbehet me 156.19 yen mesatarisht. Në ecurinë e tregut të kriptomonedhave, vjet re një tendencë në rritje në sesionin e sotëm, me Bitcoin që është afruar shumë nivelit të 90.000 dollarëve, ka fituar 2.42% dhe kuotohet në 89.662.94 dollar. Më herët gjatë javës kaluar, Bitcoin zbriti drejt nivelit të 86.000 dollarëve dhe javën, sikurse po e shohim, e ka nisur në rritje. Ethereum ka fituar 2.89%, kuotohet në 3.019.97 dollar. Ripple në rritje me 2.19% të vlerës, kuotohet në 1.1912 dollar. Litecoin është rritur me 1.15%, tregtohet mesatarisht në 79 dollar dhe Bitcoin Cash është e vetmja që publikon humbje modeste me 0.26% dhe kuotohet në 616.31 dollar për çdo njësi Bitcoin Cash të tregtuar. Në ecurinë
e tregut të naftës benchmark kryesor po qëndrojnë në rritje në sesionin e sotëm, ndërkohë investitorët janë fokusuar tek zhvillimet gjeopolitike, por njëkohësisht presin edhe disa dhëna që do të publikohen ditën e nesërme në mënyrë të veçantë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjithsesi, investitorët janë të shqetësuar pavarësisht rritjes në sesionin e sotëm nga pritshmëritë për një rritje të prodhimit në 2026 dhe një ngadalësim të kërkesës. Gjithashtu në rritjen e çmimeve ka ndikuar edhe studia e të borës që ka prekur Shtetet e Bashkuara, sidomos New Yorkun, New Jerseyn përgjatë ditës së djeshme. Brendi i Londrës ka fituar 1.14% të vlerës, kuotohet në $61.33 për fuqi. Nafta bruto amerikane është rritur me 1.23%, kuotohet në $57.24 dhe nafta e përpunuar në bursën e Londrës është në rënje me 0.14%, kuotohet në $618.88 për ton. Nuk është ndikuar nafta e përpunuar në bursën e Londrës nga kjo rritje e çmimeve në tregjet ndërkombëtare. Ndërkohë për sa i përket ecurisë së tregut të metaleve të çmuara në sesionin e sotëm, ari është korektuar ndjeshëm, gjithashtu edhe argjendi me platinin fillimisht metali verdh ka humbur 1.17% vlerës, duke u tërhequr nga niveli më i lartë në histori prej mbi $4.500 të regjistruar ditën e premte të javës kaluar. Aktualisht ari ka rënë me 1.17%, kuotohet në $4.499.3, gjithsesi shumë pra nivelit të $4.500. Gjatë vitit 2025, ari është rritur me rreth 45%, ndërkohë argjendi ka fituar mbi 140% të vlerës, duke u bërë ndër asetet me performancën më të mirë në vitin 2025. Aktualisht argjendi ka rënë me 1.94%, kuotohet në $75.7 për onz, ndërsa ditën e premte mbyllin nivelin më të lartë historik pranë $77 për onz. Dhe platini realizon humbjet më të mëdha, edhe platinin në ditën e premte të javës kaluar preku nivelin më të lartë historik, aktualisht ka rënë me 6.25% dhe kuotohet në $2.316.9 për onz. Në ecurinë e tregut të aksioneve, shumica e bursave europiane po ndryshojnë minimalisht në sesionin e sotëm, ndërsa investitorët po tregojnë të kujdesshëm për ta mbyllur vitin 2025 me ndryshime të vogla karakteristike që në çdo fund viti tregjet e aksioneve ndryshojnë minimalisht. FTSE 100 i Londrës dhe DAX i Gjermanisë kanë humbur 0.07 dhe 0.13%, CAC 40 i Parisit dhe FTSE MIB i Milanos janë në rënje me 0.07 dhe 0.21% të vlerës. Indeksi zyriut SMI është rritur me 0.08%. Në ecurinë e tre indekseve kryesore në Wall Street për ditën e premte të javës kaluar, gjithashtu vjet re një ndryshim i vogël për të njëjtën arsye. Investitorët pritet të ripozicionohen në 2026. Dow Jones ka rënë me 0.04%, Standard & Poor's 500 dhe Nasdaq janë në rënje me 0.06 dhe 0.03% të vlerës. Dhe së fundmi në ecurinë e korporatave të listuara në bursën e Frankfurtit në Gjermani, Heidelberg Materials ka fituar 1.26%, Merck, BASF, Deutsche Börse dhe Brenntag janë rritje nga 0.74 deri në 1.08% dhe së fundmi në performancën më dobët në bursën e Frankfurtit, Rheinmetall ka rënë me 2.21%, Kiagen, Airbus, Bayserdorf dhe MTU kanë humbur nga 0.68 deri në 1.29% të vlerës. Kjo ishte ecuria e tregjeve deri në këto momente. Do të rikthehemi tani në zhvillimet kryesore nga vendi. Do të flasim për një marrëveshje që qeveria shqiptare ka çuar për financim me Komisionin Evropian dhe Kosovën, që formalizon 3.6 milion euro fonde të BE-s për vitin 2025 në kuadër të programit bashkëpunimit ndërkufitar Shqipëri-Kosovë 2021-2027. Këshilli i Ministrave ka çuar për ratifikim në Kuvend marrëveshjen ndryshuese numër 1 të financimit mes Republikës së Shqipërisë, Republikës së Kosovës dhe Komisionit Evropian për programin e bashkëpunimit ndërkufitar Shqipëri-Kosovë 2021-2027. Në thelb, ky ndryshim formalizon angazhimin financiar të Bashkimit Evropian për vitin 2025 në shumën 3.6 milion euro, siç parashikohet në shtojcën e marrëveshjes së financimit të ratifikuar më herët. Në total, programi ka buxhet të vlerësuar 9.734.116 euro dhe kontributi maksimal i BE-s është përcaktuar 8.4 milion euro.
Projekti parashikon që financimi çdo nisme të mbështetur të jetë në raportin 85% grant i Bashkimit Evropian dhe 15% bashkëfinancim që duhet të mbulohet nga vetë përfituesi që do të zbatoj projektin. Për periudhën 2025-2029 vlerësohet se Shqipëria mund të përfitojë rreth 4 milion euro, ndërsa bashkëfinancimi indikativ llogaritet rreth 600.000 euro i shtrirë në vite. Fokusi i programit është të nxjisë marrëdhënie të mira fqinjësore dhe integrimin evropian, duke dhënë ndikim konkret në zonën ndërkufitare përmes përmirësimit të mbrojtjes dhe ruajtjes së burimeve mjedisore dhe zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm kulturor e natyror. Zona e përfitimit përfshin nga ana shqiptare qarkun Kukës dhe qarkun Lezhë, ndërsa nga ana kosovare rajonin ekonomik jugor dhe rajonin ekonomik perëndimor, me bashkisi Prizren, Pej, Gjakov e të tjerë. Relacioni nënvizon gjithashtu se programi po vijon sipas planit të punës, së miratuar nga Komiteti Përbashkët i Monitorimit, me aktivitete promovuese e informuese, ndërsa thirrja e parë për projekt propozim është hapur në shtator. Sa i përket hyrjes në fuqi, ndryshimi i marrëveshjes parashikohet të aktivizohet pas përfundimit të procedurave të brendshme ligjore të dy përfituesve dhe Komisioni Evropian do të njoftojë datën përfundimtare, e cila sipas dokumentit nuk duhet jetë më vonë se 31 dhjetor 2026. Në mbyllje të vitit gjithë bëjnë bilans për ekonominë e tyre. Në rajonin tonë, shqiptarët mund të konsiderohen më optimistët ndryshe nga qytetarët e vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor, që vlerësojnë situatën ekonomike si të keqe ose shumë të keqe. Të dhënat që sjell Kronika në vijim janë publikuar së fundmi nga Barometri Ballkanik. Perceptimi i qytetarëve për gjendjen e ekonomisë në Ballkanin Perëndimor mbetet dukshëm negativ. Të dhënat më të fundit të Ballkanit të Barometrit tregojnë se shumica dërmuese të anketuarve e vlerësojnë situatën ekonomike në vendeve të tyre si shumë të keqe ose të keqe, duke reflektuar shqetësime të forta për standardin e jetesës, fuqinë vlerëse dhe pasigurinë ekonomike. Ajo që bie veçanërisht në sy është fakti se asnjë qytetar në Ballkanin Perëndimor nuk e vlerëson gjendjen e ekonomisë si shumë të mirë. Në Shqipëri, perceptimi i qytetarëve mbetet kryesisht negativ. 61% e të anketuarve vlerësojnë situatën ekonomike në gjendje jo të mirë. Konkretisht 35% e shohin situatën si mjaft të keqe dhe 26% si shumë të keqe. Nga ana tjetër, një pjesë e konsiderueshme e qytetarëve shpreh neutral, ndërsa vetëm 4% e shohin ekonominë si mjaft mirë. Situata më e rënduar perceptohet në Bosnjë-Hercegovinë, ku 62% e qytetarëve e konsiderojnë situatën ekonomike shumë të keqe, përqindja më e lartë në të gjithë rajonin. Vetëm 1% shprehen se gjendja është mjaft e mirë, ndërsa 27% e cilësojnë ekonominë mjaft të keqe. Kjo tregon një nivel të lartë pakënaqësie dhe mungesë besimi në përmirësim afatshkurtër. Në Serbi, 70% e qytetarëve e konsiderojnë ekonominë në gjendje të keqe, ku 41% e cilësojnë si mjaft të keqe dhe 29% si shumë të keqe. Vetëm 5% shprehen pozitivisht, ndërsa 1/4 mbajnë qëndrim neutral. Edhe në Kosovë perceptimi është kryesisht negativ, me 69% të qytetarëve që vlerësojnë ekonominë si të keqe ose shumë të keqe, ndërsa 29% mbajnë një qëndrim neutral. Ndërsa në Maqedoninë e Veriut situata është e ngjashme, ku 72% e të anketuarve shpreh negativisht për gjendjen ekonomike. Nga ana tjetër, në Maltëzi vlerësimet negative ndahen pothuajse në mënyrë të barabartë, ka 36% secila, duke çuar totalin e perceptimit negativ në 72%. Ndërkohë, edhe pse shumë kompanitë të vendit nuk janë përfshira në tregun digjital, Shqipëria në këtë drejtim renditet mbi mesatarin e rajonit me 26% të shitjeve online, po sipas Barometrit Ballkanik, në rajonin tonë vetëm 20% e bizneseve shesin produkte apo shërbime online. Pavarësisht rritjes së përdorimit të teknologjisë dhe platformave digjitale, bizneset në Ballkanin Perëndimor vazhdojnë të mbeten prapa në shitjen dhe blerjen online. Sipas të dhënave të Ballkan Barometer 2025, vetëm 20% e kompanive në nivel rajonal deklarojnë se shesin produkte ose shërbime përmes internetit, ndërsa shumica dërmuese, 80%, ende nuk janë të përfshira në tregtinë elektronike. Në këtë panoramë, Shqipëria shfaqet me performancë relativisht më të mirë, pasi 26% e bizneseve raportojnë se operojnë online, një shifër më e lartë se mesatarja e rajonit. Megjithatë, edhe në Shqipëri, 74% e kompanive ende nuk shesin apo blejnë produkte përmes platformave digjitale, çka tregon se potenciali për zhvillim mbetet i pashfrytzuar.
Krahasuar me vendet e tjera të rajonit, Serbia kryeson listën me 27% të bizneseve aktive në tregtinë online, e ndjekur nga Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut me 24%. Në anën tjetër të renditjes qëndroi Bosnia-Hercegovina me vetëm 11%, Kosova me 13%, si dhe Mali Zi me 18%, duke reflektuar diferencat të ndjeshme në nivelin e digitalizimit të ekonomive të rajonit. Faktorë si mungesa e infrastrukturës digjitale, kostot e larta të investimit, siguria kibernetike dhe niveli i ulët i besimit në pagesat online vazhdojnë të frenojnë zhvillimin e tregtisë elektronike. Ndërkohë, të dhënat e Balkan Barometer tregojnë se përshpejtimi i digitalizimit të bizneseve mbetet një element kyç për rritjen e konkurrueshmërisë, zgjerimin e tregjeve dhe integrimin më të shpejtë ekonomik të Ballkanit Perëndimor. Anketa për botimin e vitit 2025 të Balkan Barometer është kryer midis 1216 kompanive në të gjitha ekonomitë e Ballkanit Perëndimor. Ndërkohë, prodhuesit e energjisë elektrike do të përballen me rregulla më të shtrënguara për sa i përket aktivitetit të tyre. Ende regulatori i energjisë ka miratuar një vendim të ri që vendos afat unifikuar për raportimin e informacionit mbi sigurimin e aseteve sipas kushteve të kontratave për ndërtimin, shfrytëzimin dhe administrimin e centraleve. Enti regulatori i energjisë ka miratuar një vendim të ri që forcon detyrimet e subjekteve të licencuara në prodhimin e energjisë elektrike, duke vendosur një afat të unifikuar për raportimin e informacionit mbi sigurimin e aseteve dhe të jetës dhe shëndetit të punonjësve. Vendimi përcakton se të gjithë prodhuesit e licencuar të energjisë elektrike do duhet të raportojnë praneres deri në 31 janar të çdo viti informacionin që lidhet me përmbushjen e detyrimeve për sigurimin, sipas kushteve të licencës dhe kontratave për ndërtimin, shfrytëzimin dhe administrimin e centraleve gjeneruese. Sipas arsyetimit të vendimit, detyrimi për sigurimin e aseteve dhe punonjësve është i parashikuar si në ligjin për sektorin e energjisë elektrike, ashtu dhe në licencën tip për prodhimin e energjisë elektrike, e cila kërkon që sigurimi të realizohet jo më vonë se 30 ditë nga lëshimi i licencës. Ky detyrim është reflektuar gjithashtu dhe në kontratat e lidhura ndërmjet subjekteve prodhuese dhe Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, në cilësinë e autoritetit kontraktor. Vlerëson se deri më tani praktika e raportimit ka qenë e pa unifikuar, çka ka krijuar vështirësi në monitorimin e zbatimit të kushteve të licencës. Vendosja e një afati të vetëm vjetor synon disiplinimin e raportimit, rritjen e transparencës dhe forcimin e mekanizmave të mbikëqyrjes dhe subjekteve të licencuara në prodhimin e energjisë elektrike. Ndërkohë, numri i konsumatorëve që vetë prodhojnë energjinë elektrike ka shnuar rritje të fortë për gjatë viteve të fundit. Sipas dhënave të raportuara, për vitin 2025 në vendin tonë numërohen mbi 4.000 vetë prodhues të energjisë elektrike që formojnë njëkohësisht edhe një komunitet gjithmonë në zgjerim. Progresi i vendit tonë në drejtim të vetë prodhimit dhe krijimit të komuniteteve të energjisë është në nivelin 75%, sipas raportit vjetor të zbatimit të komunitetit të energjisë për vitin 2025. Raporti evidenton se matja neto është aktualisht në fuqi, duke u mundësuar konsumatorëve të instalojnë impiante të energjisë rinovueshme me kapacitet deri në 500 kW për qëllime autokonsumatore, ndërkohë që ndryshimet ligjore të ndërmarra garantojnë përfshirjen e qytetarëve në komunitetet e energjisë rinovueshme, duke ruajtur të drejtat dhe përgjegjësitë e tyre si konsumator fundor. Megjithatë, deri më tani nuk është krijuar asnjë komunitet energjie nga burimet e rinovueshme, thuhet në dokument. Një komunitet energjie është një grup njerëzish që bashkohen për të planifikuar, investuar dhe menaxhuar projekte për energjinë e pastër, që nga pjesa e planifikimit teknik në pjesën se si do bëhet modeli biznesit, instalimit teknologjive, por njëkohësisht dhe mirëmbajtja e tyre. Ai u lejon anëtarëve që të marrin në dorë kontrollin e prodhimit dhe të konsumit, duke ofruar dhe një nivel decentralizimi të sistemit të energjisë. Ekspertët theksojnë se komunitetet e energjisë sillin avantazhe të rëndësishme ekonomike dhe sociale, duke ndikuar në uljen e çmimit të energjisë dhe adresimin e varfërisë energjetike. Ndërkohë, numri i konsumatorëve që vetë prodhojnë energjinë elektrike ka shënuar rritje të fortë gjatë viteve të fundit. Sipas të dhënave të raportuara për vitin 2025, në vendin tonë numërohen 4097 vetë prodhues të energjisë elektrike, me kapacitet total të instaluar prej 398 MW. Ndërkohë, ngarkesa e madhe në rrjet po shkakton ndërprerje të furnizimit me energji elektrike në Kosovë, por jo vetëm kaq, vendi po përballet me probleme në këtë sektor edhe për shkak të vonesave në realizimin e projekteve për prodhim energjie. Madje mungesa e energjisë elektrike është vënë re edhe ditën e djeshme që ishte ditë zgjedhjesh.
Përgatitjet për festat e fundvitit në Kosovë kanë edhe një hall më shumë, mungesë të energjisë elektrike. Keci u bëri thirrje qytetarëve më 22 dhjetor për kursim të energjisë në orët e pikut, për të ruajtur stabilitetin e furnizimit me rrymë. Konsumi i energjisë ka arritur ditëve të fundit në mbi 1365 megawatt rrymë brenda një ore. Për shkak të ngarkesës së madhe në rrjetin e shpërndarjes, pati ndërprerje të rrymës në disa qytete. Bizneset u ankuan për dëme të mëdha. Ka po ashtu shqetësime që reduktimet mund të cënojnë edhe procesin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit. Kosova arrin të prodhojë 94% e energjisë apo rreth 800 megawatt në orë, përmes djegjes së Thëngjillit, ndërsa sasinë tjetër e siguron nga burimet e ripërtëritshme, hidrocentralet, panelet diellore dhe turbinat e erës. Të dhënat e doganës së Kosovës tregojnë se vendi ka importuar rrymë në vlerë të rreth 248 milion eurove në periudhën janar-nëntor të vitit 2025, ndërsa ka eksportuar në vlerë të rreth 48 milion eurove. Importin Kosova e ka siguruar kryesisht nga Maqedonia e Veriut në vlerë të 114 milion eurove dhe nga Shqipëria në vlerë të 94 milion eurove, ndërsa ka importuar në vlera nga rreth 3-4 milion edhe nga Slovenia, Serbia e Danimarka. Kosova ka plane për investime në sektorin energjetik për të tejkaluar këtë situatë. Përveç rinovimeve të termocentraleve aktuale, prioritetet kanë burime të ripërtëritshme prej të cilave pritet të gjenerohet 35% e energjisë elektrike pas 10 vjetëve. Për më tepër, Kosova nënshkroi edhe një marrëveshje për dekarbonizim, heqjen e Thëngjillit nga përdorimi deri më 2050-ën. Programin me vlerë të 236 milion dollarëve parashikohet ta transformojë sektorin e energjisë, pasi do të ndërtohen vende apo bateri për ruajtjen e energjisë, që ajo shfrytëzohet më pas varësisht prej nevojave. Ndërsa në Maqedoninë e Veriut, bllokimi i rrugëve nga fermerët në Greqi ka zhytur një krizë energjetike pikërisht Maqedoninë e Veriut. Shkak është ndërprerja e furnizimit me naftë nga Greqia, që është thelbësore për prodhimin e energjisë elektrike në Maqedoninë e Veriut. Qeveria e Maqedonisë së Veriut shpalli gjendje krize shtatitore për shkak të furnizimit me energji elektrike për shkak të ndërprerjeve në furnizim me naftë nga Greqia. Masa i lejon kompanisë shtetërore të energjisë elektrike SM të përdorë rezervat e detyrueshme shtetërore të naftës pa kompensim, tha qeveria në një deklaratë. Ky vendim lind për shkak të pamundësisë për të furnizuar me naftë, e cila është thelbësore për prodhimin. Rezervat shtetërore të naftës së nxjerrë nga nafta do të transferohen pa kompensim dhe SM është detyruar të raportojë qeverisë edhe Ministrisë së Financave mbi konsumin e naftës së djegshme, tha qeveria në Shkup pas të mbledhjes të kabinetit të hënën. SM i kishte kërkuar qeverisë të shpallte gjendje krize për shkak të vështirësive në furnizimin me linjit dhe naftë nga Greqia. Kompania ja atribuoi ndërprerjet bllokadave të vendosura nga fermerët grek në pikat kufitare me Maqedoninë e Veriut, të cilat kanë ndikuar në furnizim me burime kryesore të energjisë për prodhimin e energjisë elektrike. SM tha se deklarata e krizës ishte e nevojshme për të mundësuar përdorimin e rezervave shtetërore dhe për të siguruar mjaftueshëm energji derisa pikat kufitare të rifillojnë funksionimin normal. Pjesa më e madhe e energjisë elektrike në Maqedoninë e Veriut prodhohet nga termocentralet SM që përdor linjit dhe naftë. Bullgaria ofroi furnizime emergjente me naftë për Maqedoninë e Veriut pas shpalljes së krizës. Oferta u komunikua gjatë një telefonate midis ministrit të jashtëm bullgar dhe homologut të tij maqedonës. E ndërkohë do të qëndrojmë sërish tek zgjedhjet në Kosovë, vetëm pak momente më parë kryeministri Edi Rama në rrjetin social X ka bërë një urim për fitoren e kryeministrit Albin Kurti në zgjedhjet e zhvilluara ditën e djeshme. Ndër tjera, kryeministri Rama shkruan e ka mëruar kryeministrin e rizgjedhur të Kosovës për fitoren domethënëse dhe uroj që mandati konfirmuar nga populli i Kosovës për Albinin e për partinë e tij të kthehet në sukses e mbarësi për Kosovën, si edhe për marrëdhënien vëllazërore mes dy shteteve tona. Gëzuar, shkruan kryeministri Edi Rama në urimin e tij për fitoren e lëvizjes vetëvendosje dhe të kryeministrit Albin Kurti në zgjedhjet ditës së djeshme në Kosovë. Ndërkohë, po ditën e sotme, NAREA, që është agjencia e ndërmjetësuesve të pasurive të paluajtshme në vendin ton, ka bërë një kërkesë për Presidentin e Republikës së Shqipërisë për përshpejtimin e dekretimit të ligjit 85/2025 për vlerësimin e pasurive të paluajtshme, pra procesi i rivlerësimit që pritet të fillojë nga data 1 e vitit 2026. NAREA ndjek me shqetësim zgjatjen e parësyeshme të procesit dekretimit të ligjit dhe përpasoj shtyrjen e votimit në fletoren zyrtare, vonesën e hyrjes në fuqi përtej datës 1 janar 2026, pengimin e prodhimit të akteve në ligjore duke çuar në situata absurde në sektor dhe aspekt favorshëm për qytetarët shqiptar.
Ka një vit e gjysmë që është dërguar propozimi. Narea, pavarësisht se ka shprehur në mënyrë konstante rezerva për masën e tatimit 5% për banesat, pavarësisht se ka ngritur pikpyetje mbi zbatueshmërinë e amortizimit 1% vjetërsi, beson shumë se një vonesë e mëtejshme e dekretimit të këtij ligji do të sjellë efekte shumë negative, duke shtuar stresin në treg përtej presioneve inflacioniste prezente prej thuajse 18 muajsh tashmë në tregun e pasurive të paluajtshme në vendin tonë. Në një situatë tillë, Narea bën thirrje që dekretohet sa më parë ligji 85/2025 për vlerësimin e pasurive të paluajtshme për të përshpejtuar në këtë mënyrë botimin në fletoren zyrtare dhe përpasoj hyrjen në fuqi si dhe emetimin e akteve nënligjore. Ishte pikërisht ky reagimi i Nareas në mëngjesin e sotëm në lidhje me vonesat që po bëhen për sa i përket dekretimit, por njëkohësisht edhe publikimit të akteve nënligjore në lidhje me ligjin për rivlerësimin e pasurive të paluajtshme. Jemi rikthyer sërish në studio, do të shohim tani disa nga zhvillimet kryesore nga bota. Një pamje optimiste për rritjen e pagave në Europë është për vitin 2026. Sipas Bankës Qendrore Evropiane, pagat reale në Eurozonë do të jenë më të larta në 23 nga 25 vendet e anketuara. Ekonomitë e Europës lindore parashikohet të kalojnë sërish homologët e tyre në perëndim. Në Evropë, rritja reale e pagave parashikohet të jetë pak më e lartë në vitin 2026 krahasuar me 2025. Sipas Bankës Qendrore Evropiane, pagat reale në Eurozonë janë rikuperuar që nga rënja e tyre e ndjeshme gjatë periudhës së inflacionit të lartë të vitit 2022. Pagat nominale janë rritur më shpejt se çmimet, që do të thotë se për evropianët ka patur përmirësime në paga. Sipas raportit të trendit të pagave 2025-2026, pagat reale janë rritur në të gjithë Evropën në vitin 2025, në pothuajse të gjitha vendet e anketuara. Ky trend pritet të vazhdojë edhe në vitin 2026. Deri në fund të vitit 2025, vëren raporti, pagat reale do të rriten në 23 nga 25 vendet evropiane të anketuara. Me rënje parashikohen vetëm pagat në Rumani. Midis 4 ekonomive të mëdha të Evropës, Franca renditet më lart, e ndjekur nga Gjermania, Italia dhe më pas Mbretëria e Bashkuar. Ekonomitë e Evropës lindore parashikohet në përgjithësi të tejkalojnë sërish homologët e tyre të Evropës perëndimore, duke përfituar nga rritja më e shpejtë ekonomike dhe produktiviteti më i lartë, thuhet në raport. Mbretëria e Bashkuar do të vazhdojë të shohë rritjen më të ulët reale të pagave midis ekonomive kryesore evropiane me 1.1%, por kjo shënon një përmirësim të qartë krahasuar me vitin 2025. Mbretëria e Bashkuar dhe Italia mbeten pak pas Francës dhe Gjermanisë për sa i përket rritjes së parashikuar të pagave reale për vitin 2026, por ndryshimi kryesor është në inflacionin e parashikuar, vlerëson raporti. Do të flasim tani për zgjedhjet në Kosovë, që zhvilluan ditën e dieshme zgjedhjet e parakohshme dhe lëvizja vetëvendosje ka arritur të marrë thuajse gjysmën e votave, duke hapur rrugën në këtë mënyrë krijimit të qeverisë e vetme. Ne mëngjesisht do të diskutojmë me zotin Blerim Burjani, analist në Kosovë. Zoti Burjani, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje dhe juve, faleminderit për ftesën. Ishte një rezultat surprizë, ne kemi diskutuar më herët në lidhje me skenarët e mundshëm dhe shumica parashikonin që do të ishte një rezultat i ngjashëm me atë të shkurtit, por nuk ndodhi kështu. Po, është befasi e madhe. Unë mendoj që diaspora ka bërë punën e vet. Ardha e diasporës në Kosovë mbi 300.000 sa kanë ardhur, pjesë e elektoratit që bë trup elektoral në Kosovë. Ka ndodhur dhe kjo befasi, po befasi tjetër mund të jetë sipas mendimit tim edhe votat e LDK-s një pjesë, të cilat kanë mujt me shku televizja vetëvendosje, sepse fshihet që vetëvendosja në gjitha komunat ka dalë fituese përveç Deçanit, duket. Domthon ku Alianca ka pas votën totale, ka rujt votën, dhe këto komunat e tjera të LDK-s nuk ka mujt me rujt votën, dhe disa komuna tjera të PDK-s. Dhe kështu ka dalë vetë që të triumfojmë domthon mënyrë të befasueshme dhe të ketë aq numër të madh të votave, 421.000 vota dikon, tash do të rritet ajo me siguri pas numërimit të votave me forcë dhe votave me kusht, dhe do shohim se çka do të ndodhë më tutje. Është një befasi e madhe me çujt në ato se kërkush nuk e ka prit këtë.
edhe pse pak a shumë e kanë ditë që edhe diasporës, dhe votat e diasporës mund të ndryshojnë këtë punë mjaft shumë, dhe kanë ndryshu votimin mjaft shumë. Sepse dalja e qytetarëve pothuajse është e njëjtë nëse krahason me vitin e shkurt e këtij viti, pra 46% e diçka, mirë po në situatën e sotme, domethënë pra ka ndryshuar elektorati prej zgjedhjeve lokale që ishte 39%, pra ka ndryshuar elektorati prej zgjedhjeve lokale dhe shumë, dhe kështu që çka ndodhi dhe paraqitet si një subjekt i cili ka fituar gati pothuajse plotësisht e ka mujt opozitën, dhe kjo është gjendja situata reale. Opozita nuk ka punuar shumë sa duhet, nuk ka qenë shumë agile ose më agresive, më e qartë me elektorat, nuk ka punuar më shumë, dhe po shihet edhe rezultati që çfarë është. Edhe pse tash do të shihen në siguri do të bëhen analizat e mëdha të subjekteve politike, nga subjektet politike si lidhur, se ka paralel analizë të kësaj natyre pse ka ndodhur kjo. Dhe pritet edhe ndryshim në lidhjen demokratike të Kosovës. Nga lideri i saj do pritet mbledhja e Këshillit të Përgjithshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës, por mundet me pas domethënë ndryshime tjera edhe në kryesinë e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe në lidhje edhe në sa përket edhe kryetari, pra priten këto ndryshime të ndodhin me siguri në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Është, zoti Buriani, në mendimin tuaj, është një vot për vetëvendosjen dhe për shkak se rasti ishte specifika, por realisht kemi të bëjmë me një dobësim të opozitës dhe një forcim të vetëvendosjes që tashmë do të qeverisë sërish e vetme. Ishte një moment në opinionin tuaj, apo elektorati tashmë ka shkuar të anoj drejt një partije të vetme, që mund të jetë gjithashtu problem në të ardhmen? Ka mund të jetë befasi, domethënë, edhe ka mujt mendoj që kjo çfarë ka ndodhur nuk është domethënë diçka e papritshme, domethënë për mendimin tim. Unë mendoj që unë kam prit diçka të tillë, po jo në këtë variant dhe këtë formë konkret me fituar një subjekt politik, domethënë kështu, si lëvizja vetëvendosja dhe me përmbys komplet domethënë në gjendjen çfarë ishte. Opozita është përgjegjësia kryesore pse nuk ka mujt të organizojë më mirë dhe nuk ka qenë më agile dhe nuk ka bën një fushat më të drejtë, sidomos fushatën nuk e ka paluar derë me derë që jetojnë ana, pra me vizitu familjet e qytetarëve, me bën një lobizim më të madh, pastaj me punu me media më shumë dhe me punu natyrisht me gjitha struktura shoqërore, sociale, ekonomike. Po kjo ka ngecë, diçka nuk është mirë të shkuar dhe është e befasueshme domethënë me ardhi rezultat kaq negativ për opozitën. Drejtën me thonë, kërkush nuk e ka prit këtë ndryshim kaq të madh, edhe pse lëvizja vetëvendosje domethënë nuk ka një elektorat të vetin stabil, po ka njerëz të pakënaqur. Po këta të pakënaqurit janë nga gjitha partitë politike, po duket më shumë të Lidhja Demokratike e Kosovës dhe diaspora e cila është e manipuluar me plotësisht. Nuk ata as nuk e dinë çka po bëjnë në këtë periudhë. Kanë tjetër këndvështrim. E kanë domethënë mendimin dhe qëndrimin e tyre që duhet me vetu lëvizjen vetëvendosja, pa më parasysh domethënë çka ka bë, sepse me të vërtet për të analizuar punën e VBS, duket që nuk ka pasur pa ndryshime të mëdha as në sferën sociale ekonomike, as në reforma në arsim, as në shëndetësi, s'ka sigurime shëndetësore, nuk ka stimulim të punësimit, ka shumë të papunë, prandaj ka gjithçka këto që ka shumë probleme, nishin e kusur probleme jo mirë, po s'ka mundur domethënë kurrë me zgjidh përveç që i atribuohet një farë pune që ka bëtë e mirë në veri, veri po, ka ardhur në stabilitet në veri, edhe shtri pavarësia për ka se sovraniteti i Kosovës në veri mjaft mirë, të gjonat e tjera nuk duken e fare në horizoncin fonda e pa ndryshimi, jeta është e shtrajt, energjia, por janë duke humbë Kosovës ka se energji, domethënë, dhe kemi mungesë të energjisë dhe të ballafaqohemi me probleme reale, shumë të mëdha ekonomike, por këta e dim pse është votu kjo, çka është votu, për çfarë cilat janë motivet, arsyet, ata di mas mirë, po duket që sipas mendimit tim, elektorati i LDK-s dhe diaspora janë ato që e kanë pru këtë rezultat të rreth domosdoshmë. S'ka tjetër diçka këtu që unë mendoj që kanë ndodhur. Përveç këto situata, këto dy faktorë, ka natyrisht ka edhe shumë faktorë të tjerë, po them duket për mendimin tim më kryesor se ka rezultat po. Megjithatë, zoti Buriani, mendoni se realisht pra ngrohtë politik në Kosovë tashmë është e kaluar, vendi ka dalë nga kriza dhe sikur se tha kryeministri Kurti pas fitores fitoi populli dhe fitoi Republika?
Po, nuk dihet a ka fitu tash populli, ka fitu edhe Republika, si thot Kurti, a ka fitu Kurti, për shkak se ky rezultat mundet mu përmbys nëse ndodh ngërshje me zgjedhjen e presidentes së vendit ose presidentit. Nëse veç kjo ndodh, që unë mendoj që tash ka me koni nati më e madh te opozita. Unë mendoj që do të jetë se na kemi një skem politike jashtëzakonisht natyrore. Nuk lëshojnë pe, nuk heqin motor, dhe këto është problem shumë i madh tash. Domethënë se ky ngërç mund të lind prapë i njëjtin ngërç dhe më shku shtetin në zgjedhje për 45 ditë, pasi që dështon zgjedhja presidentit të shtetit. Pra, duhet me pritë edhe këtë variant apo këtë version. Kurti ka zbut fjalë, të bo pak ma buri mirë me fjalorin tonë popullor, sepse ka din që nuk është i sigurt. Po, më ndryshe ishte, shumë ndryshe. Mund të bëjë, mund të përmbyset komplet këtë qeveri e tina me mos zgjedhjen e presidentit të shtetit. Pra, mundet me mu përmbysë edhe rezultate, mundet me shkuet në zgjedhje, ose me met në ngërsh politik, sërish dhe i vitin ashëm, dhe me shtypi që shto si ushtuz dhe tyre, pra mundet me në gjithë shka tashti kërkosh nuk e din shfarë, por me dhe që tashti ka me fillu me ka një nati, dhe maj ma se këtu po bot një farë një nati një dispozitës dhe opozitës, dhe nuk ka diçka tjetër përveç një farë politike i natëshore që pëndodhë Kosovë, dhe për këto arsye mundet me ndodhë prapë shteti me met në ngërç, pa zgjedhjen e presidentit, si s'ki ku shkon prapë të jemi në zgjedhjet jashtëzakonshme. Shohim se opozita a do të ndrojë qëndrim ajo, por mendoj që nuk besoj fare që mund të ndrojë qëndrimin, sidomos Partia Demokratike e Kosovës, po besa edhe LDK-ja, sepse tash që do të bëhen ndryshimin e LDK, pritën dhe spakut e bën disa ndryshime në LDK, shohim se çfarë do të vendosë ky subjekt politik në kuvendin e vetë jashtëzakonshëm që mund të ndodhë, apo në Këshillin e Përgjithshëm si organ i cili e funksionon brenda Lisë Demokratike të Kosovës, pra ky organ do më i përgjithshëm do të vendosë sa do të bëhet një kuvend i përgjithshëm i LDK-s, apo i jashtëzakonshëm për të zgjedhur në kryetarët e ri të LDK-s, pra pritet ndryshime në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Tash shohim pas një analizë që ata do ta bëjnë, do të jetë pyetje që përfamon, do të shkojnë në zgjedhjet jashtëzakonshme në kuvendin e LDK-s, apo do të mbetet Abdulxhiku. Mendoj që nuk ka faj zoti Abdulxhiku fare, nuk ka shpërfit konfajtor. Mendoj që elektorati i LDK-s në Prishtinë dhe gjitha komunat, sidomos në Prishtinë, që ka fitu LDK-ja, domethënë ka votu një numër i madh tyre duket për lëvizjeve vendosje, po shihet. Pra edhe peja madje që ka qenë komunë që ka fitu LDK-ja pa ballotazh, dhe disa komunat e tjera që i ka LDK-ja, fatkesisht një pjesë e madhe të këtij elektorati është trahtuar dhe ka shkuar drejt televizit dhe vendosje. Unë mendoj që po bëhet një luftë e madhe ndaj Partisë Demokratike në Kosovë, domethënë. Sepse përshë që LDK nuk mundet me mujtë PDK-n, dhe PDK mundet njët në skemë politike, dhe ata dëshirojnë që për mes e vendosjes në orë të reduktuar Partinë Demokratike të Kosovës, që është absurd i madh nëse e ka veç këtë qëllim elektorati LDK-s me hjek nga skena politike ose me zvoglu shumë nga skena politike PDK-n. Është ka bim shumë i masa për një secillat varianta, po dëshmohet se PDK nuk hup ma shumë se nuk hup, domethënë përqindjet e mballa, ja sa prap një gati e ka reprizuar rezultatin, pra është shumë vështirë me hjek këtij lojë, edhe pse inshallah nuk kanë çështu shpoton, po mendimi jam është po del çështu që këta po luftojnë punoj PDK-s dy parë për më me hjek nga skena politike PDK-n edhe Aleancën. Tasha munden me hjek as munden, ata ja kanë qitë një parametër që të pedin e kanë bënë pashkyrë analitike për me bëkit punë, po kjo kam rezultu negativisht sepse PDK nuk mund me zvoglu ma shumë se 20%. Pra të kthehet paka shumë në një sistem dy partijak, zoti Burjani. Natyrisht, po vjen të shku që ashtu, nëse LDK në nivelli nacional e ka këtë rezultat, na peshojmë që nuk ka domethënë ka me shku, ose do të me pranu LDK një verzion bashkëpunimi me vetëvendosjen, ose më orë të reduktu krejt, domethënë tashti cila është varianta cilën do ta pranonte LDK është çështje e tyre. Por unë mendoj që nuk ka merr shumë hapësirë të zgjidhje për Lidhjen Demokratike të Kosovës. Duhet me mu pozicionu drejt, ose mu bo me koalicion me shku me lëvizjen vetëvendosje dhe me shpëtu sidomos nivelli nacional të votimit, pra me kanë faktur në nivelli nacional të zgjedhjeve apo në nivelin nacional të funksionimit të qeverisë së shtetit dhe kuvendit, ose me mbet vetëm me pushtetin lokal, me mbet me çdo komuna që ka dhe kur që kërkojnë, pra me mbet sikur Aleanca me çdo komuna që ka fituar, edhe s'ka kur që më prisojnë, edhe në nivelin nacional nuk ka kur fa ndikimi, pra LDK do të mendoj qartë çka po do me bë. Apo do me mbet faktor
ndikus në politike nacionale apo shtetore dhe me vetëm në politike lokale. Ka njëkohësisht, zoti Buriani, në opinionin tuaj, edhe një krizë liderësh tek partitë opozitare, pra nuk ka një figurë, qofte PDK-ja, qofte LDK-ja, apo nëse fusim këtu edhe AK-n, nuk ka figurë që të realisht të bindë, që ta konkurojë njëkohësisht edhe kryeministrin Kurti? Po nuk është ndështë edhe çështja këtë liderët, po është çështja edhe të ajo që thash më herët, mënyra e të menduarit nga elektorati i LDK-s dhe i vetëvendosjes kundrejt të Partisë Demokratike të Kosovës. Kjo po i bën që këta dojnë me çdo kusht, sidomos lëvizje vetëvendosje, dhe LDK përmes lëvizjes vetëvendosje me ardhur zboglu të reduktu Partinë Demokratike të Kosovës. Dhe normal që mund quhet edhe mund të ketë edhe kësi problemet e natyrës që kanë liderë të përkushtuar ose liderë të fuqishëm që mund të mbajnë mbi supet e tyre elektoratin e tyre dhe mund të harrojnë këtë elektorat si për Lidhjen Demokratike të Kosovës, po tamashtu edhe për PDK. Mirë po, këto e kam një përshtypje që edhe me ndru zotin Abdylgjiku kur nuk bëhet, sepse këto ideja është për me bë diçka tjetër dhe ky elektorat i LDK-s është duket është orientuar drejt reduktimit të Partisë Demokratike, por s'ka lidhje me diçka tjetër. Pra, edhe po ta gjeni ndikon tjetër, kote kanë domethënë është Lutfi Aziri që mund të jetë një lider i tyre që është pak më karizmatik me shujtë edhe një njeri i cili ka dhe fjalorin, ose me shku me përparim Ramën, s'ka me shumë rrugë. Përparim Rama nuk duket se është një antar i flakët i Lidhjes Demokratike të Kosovës, pra është një më tepër është një njeri që ka nga diaspora dhe LDK ka marrë në vetë dhe ka kandidu, pra nuk ka shumë zgjidhje LDK, ose do të më shku me Lutfi Azirin me bë kryetar, ose me dhënë votat për kryetar, ose me dhënë votat për përparim Ramën si njeri që ka fituar në komunën e Prishtinës. Nuk ka merr shumë dyrë, ndërsa PDK-ja ka një kryetar në hije që flitet shumë e përflitet një përkurs kur ai vetë nuk e ka pranuar zoti Lështaku, Sami Lështaku po s'ka pranuar që është me i kryetari në hije, po këta pe cilësojnë për media disa njerëz që votojnë që edhe pse kjo nuk është reale as pak, sepse për me PDK-ja ka me lider, sepse nuk po mundet me gjetë harmoni të mbrashme, me gjetë një lider si duhet, ju e dini çka duhet dhe me Memli Krasniqin. Dhe tashti Bedri Hamza mos ka çka kandidohet për mendimin tim, për Selimu kandidu për kryeministër në zgjedhjet e ardhshme, e ka humbë domethënë para mundësinë domethënë reale me bë ndryshim në politikë shtetërore, domethënë që ai me petitu dhe PDK me fitu. Po të shohim se çfarë do të ndodhë me ato që prapë jemi në ngjarje politik, fatkeqësisht jemi të përjetuar drama tek në natyrës së çuditshme, domethënë është të mbizotru inati për dëshira për të forcu shtetin dhe për të forcu dramanin. Një politikë natyrore është e pakoptimtar. Me sa duket patëm një shkputje në lidhje drejt për drejt me zotin Blerim Buriani, analist në Kosovë, po diskutojmë në lidhje me rezultatin e zgjedhjeve të ditës së djeshme në Kosovë, ku lëvizja vetëvendosje e Albin Kurtit ka marrë thuajse shumicën e votave, duke siguruar në këtë mënyrë qeverisjen e vetme të vendit dhe në një farë mënyre i dha zoti Buriani jemi sërish në lidhje drejt për drejt. Pra për ta vijuar bisedën, zoti Buriani, ju mendoni që Ngërçi, pavarësisht rezultatit, nuk është e kaluar ende, mund të jetë hapi i radhës presidenti? Po natyrisht që ta do të bëjmë përpjekje si lëvizjet e vendosje me komuniku apo me bashkëpunim me opozitën, siç e tha Kurti, për më ardh deri te zgjedhja e presidentit. Por besoj që Kurti sërish do ta pranojë, do ta bëjë atë politikën e shantazhit ndaj opozitës, duke thonë nëse nuk e votoni ju presidentin që na e propozojmë, atë shkojmë prapë në zgjedhje, do të ketë si kërcënime dhe shantazhe që mund t'i bëhen opozitës. Pra mirë është opozita me pas qëndrimin e vetë të pandryshuar shumë domethënë dhe natyrisht me pas një president konsensual, me punu për një president konsensual, pse jo? Ose jashtë partijat, jashtë lëvizjes vetëvendosje, jashtë opozitës, me pas një emër publik, ose një person i cili mundet me qenë kryetari i shtetit dhe mos e pas në telashe domethënë mos në shku shtetin e zgjedhje. Mirë pa do të pranoj opozita domethënë të jetë një dikush tjetër nga arabët e shoqërisë civile, botës akademike, kryetar i shtetit apo president, atë pritet ta shohim. Do ta shohim sa do të jetë kjo kështu. Mirë po situata domosdoshmë as pak nuk është e mirë në Kosovë, pasat
pas ndryshimeve të bëra në skenën politike në Kosovë dhe pas orës në lëvizje shteti po ballavaçohet me shumë taksirate, shumë probleme, me shumë komunikim absurd, me një fjallar të vrashtet politik, një farë inati që askush nuk e kupton Kosovë, dhe këto bo politika si kare futbollit, po nuk është sikur kare që kush po fiton për me domanda me punu për qytetare, me kry qytetare shërbime, po bëhet një farë kare inatëshore, njëri kundër tjetrit. Zoti Burjani, si shikoni listën serbët në tërësi? Lista serbe pretendon se i ka marrë të 10 ulëset në kuvendin e Shqipërisë, ndërsa partia tjetër, partia për lirin, qofse nuk gaboj, ka njoftuar ose pretendonte drejtësi, partia për lirin, drejtësi dhe mbjetesë, pretendonte se mund të merrte një ulëse në kuvendin e Kosovës. Si e pat në këto zgjedhje rolin e pakicave serbe? Kryesisht domethënë politika në veri të serbët lokale atje e kanë pas një strategji të vetme që domethënë lista srpska të fitoj atje. Pa e përzime dikon tjetër dhe pa orë dikosh tjetër dhe më bëhë që është më thënë hisedar në këtë komunitet pakis në nivelli nacional, për në nivelli në kuvend. Shkojnë mirë duke që njësur Rashid Sterish mund tjetë më thënë deputet dhe ata do t'i kenë, si pas mendimit tim, nën deputet dhe Rashid që do t'jeti 10, ndërsa komunitetet tjera i kanë të garantuara me kushtetur vetë vende, që ju e djeni. Dhe mon janë 20 vende dhe më thënë, kur t'i pritet që t'i merë minoritetet jo serbe me veti për bo qeverinë e re, dhe nuk ka ndaj pa problemi për me bo këtë punë Kurti, mirë po problemi kryesor i Kurti do të mbete do partijet që edhe presidentit, ai nuk duket që është shumë i kënaqur me këtë punë, sa i ka prit që i ka me fitu edhe ma shumë ben shumë, mirë po nuk ndodhi ma shumë. Kjo që ndodhi është real, ai mund t'i boj dhe 50% këtë nëmron votat me kusht dhe votat e diasporës, dhe më votat me post që qujnë ana, atëherë mund i ketë dikon 50%, 50 plus 1, qashtu diçka 50 plus diçka, por prapë se prapë ka të lashe me i kalu marrëveshjet ndërkombëtare në kuvend, ka të lashe me gjithë presidentin. Pra, kur që më nuk po dijet, të shofim se si do të negocioj domosdoshmë Kurti me opozitën. Nëse është i gatshëm opozitës me adhon presidentin e shtetit, do shta opozita diçka pajtohet mirë, po edhe në opozitë jo dini që janë të ndarë, janë copa këtë opozitave, nuk janë unik asi opozitë dërmjet veti. Kretë punojnë njërë të veçantë për veti, kështu që nuk i dhja mujnë me folja të në emën të unikë si opozita, po do t'jetë që është njërë të sobzume me dha qëndrime dhe vendime politike si Ramushi dhe të tjere apo do t'jetë diçka tjetër. Unë mendoj që jemi në një situatë jashtë të një rand, si vend, mas randit që pas periudës e luftës, dhe më dhonë me ngërqa, me inate, dhe kështu është shumë shtimë për para, dhe më dhonë nuk jena lider të lideri cili për një me, është lider politik i cili që është shtetin integrime evropiane, me strukturat euroatlantike, një lideri besueshëm i cili si atë qafën popullit që të në gjuhë popullore, po i cili punon për popullin dhe mbi gjitha punon dhe më thonë që është me afirmu shtetin edhe jashtë me pas një jetë reja deri të njoja dhe 5 vendeve të bashkimit Europian. Nëse kemi gjendin e një që u bo, po edhe ma kesh që u bo me sa vërket raportit me Bejën, sepse Beja ta që ka prap një partner që do t'i Kurti, i cili është partneri i besueshëm për ta fare për besueshëm. Ndërkohë, zoti Burjani, mendoni se ky ngërç politik që ju besoni që do të vijojë edhe në vim, mund ndryshoj, mund të zgjidhet me daljen e ish-drejtuesve të UÇK-s, të cilët aktualisht janë në Hag. Nëse ata rikthehen kam përshtypjen me një status tjetër, sepse shpresojmë dhe të gjithë mendojmë që ashtu do ndodhë, do dalin pa fajshëm. Rikthehen Kosovë me një tjetër status. Mendoni se këtu mund ndryshoj diçka? Jo, nuk besoj që ndryshon natyrisht nëse lirohen ata prej Hagës, Partia Demokratike fiton në domon liderin e saj, që mund tjetë ja Hashim Thaçi ose mund tjetë Kadri Veseli, mirë po unë mendoj që kthimi i Thaçit në Kosovë ndryshon dhe thonë tërësisht gati politike në vend në kuptimin e asaj që si liderët ka një ndikim më të madh te opinioni publik, jo vetëm në Partinë Demokratike, por në struktura tjera sociale, ekonomike. Pra, Thaçi mund ta ndryshojë plotësisht këtë gjendjen e PD çfarë është, apo edhe Kadri Veseli, i cili këto dy figura politike janë
me qujtë markante me politikën e lideristet e Partisë Demokratike të Kosovës. Nëse këta veç kthehen, normal që do të jetë në pozicion krejtësisht i ri, PDK do të jetë më e fortë se sa që është. Edhe do të jetë më e fortë natyrisht. Por shohim se çfarë do të ndodhë edhe me Hagën, do mandejnë marrë të përfundon gjykimi edhe ndaj liderëve të UÇK-s dhe pastaj shohim se çfarë do të ndodhë më tutje. Kthimi i tyre natyrisht është i dobishëm në gjithë aspektet, jo vetëm në atë që ka qenë lufta drejtë, nuk ka pasur kurrë të keqe në luftën e UÇK-s, por në anën tjetër fiton Partia Demokratike e Kosovës me liderin që do ta ketë domethënë ose Hashim Thaqin ose Kadri Veselin, pra do të varet shumë prej atyre që kanë të caktuar, mirë po Hashimi mendoj që është shumë i domosdoshëm në rasteve që është i kthimi i tij mundshëm dhe nuk vendohet që fata ndryshe. Atëherë Hashimi do të jetë alternativa e vetme që është me Partisë Demokratike të Kosovës që mund ta çojë përpara PDK-n, pra PDK nuk po duket që ka një luftë vetëm me një subjekt, po me të gjithë subjektet. Me të gjitha subjektet. Po shihet. Ajo po shihet tash i çare, domethënë tash që diçka s'është normale, me elektorat e një subjekti politik si të kemë votu për lëvizjen vendosje me Prishtinë, e cila ka fituar votat gati shumicën dhe është partia e parë edhe me asamblesë në Prishtinë, me fituar në Prishtinë, domethënë lëvizja vendosje, kjo është dyshim shumë i madh çfarë po ndodh në Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe me elektoratin e LDK-s, apo po duket ky elektorat po mendon që është mirë me jek nga skena politike PDK-n dhe janë bërë me vëvën se pe dim që s'mund me jek ndryshe PDK-n, diçka e ngjashme ndodh në Kosovë. Zoti Buriani, edhe disa pyetje në lidhje me marrëdhëniet me ndërkombëtarët, por gjithashtu edhe me Shqipërinë. Ne dim që marrëdhëniet mes kryeministrit Kurti dhe kryeministrit Rama nuk kanë qenë më të mira të mundshme, megjithatë janë zhvilluar mbledhje mes qeverive, janë bërë njëkohësisht edhe marrëveshje. Dje në konferencën për mediat, kryeministri Kurti u pyet në lidhje me faktin që kryeministri Rama mund të ketë punuar kundër tij, por zoti Kurti tha që nuk kam një informacion të tillë. Ndërkohë sot, vetëm pak minuta më parë, kryeministri Rama e ka uruar kryeministrin Kurti për fitoren në zgjedhje. Si e shikoni bashkëpunimin midis dy vendeve ose më saktësisht midis dy kryeministrave dhe si duhet të jetë në vijim? Po, duhet të jetë ajo që ishte, s'ka tjetër alternativë, do të bashkëpunojnë patjetër njëri me tjetrin, janë dy shtete tash shqiptare, do të patjetër bashkëpunojnë njëri me tjetrin, dhe nuk gëzon me pas temat e kësaj natyre ose dyshime që ata nuk dëshirojnë bashkëpunim ose kandidatë ndaj njëri tjetrit, por do të ishte shumë e pakuptim dhe do të na bënte dëm, edhe si kom do të na bënin dëm nëse veç aty lider politik mund me pas problemet e kësaj natyre ndërmjet vetit, cilët janë të arsyes personale, apo ndërpersonale, po s'ka lidhje me popullin tonë. Domethënë kjo do të ishte dëm i madh nëse dikujt i shkon mendja, si në Kosovë ose në Shqipëri, pra me bëhet punë që këta lider më dalë njëri prej tjetrit dhe me punu njëri vetën e tjetri vetën, ndërsa interesi kombëtar me hub, domethënë. Kjo është e pamundshme dhe kjo është shumë e dëmshme dhe absurde nëse veç ka kësi ide dikush, edhe pse Kurti ishte mjaft i qartë, ta që nuk ka ndonjë informacion që Rama punon kundër Kurtit. Dihet që Rama i ka pas raportet më mirë me Hashim Thaqin, jo mirë me Ramush Haradinaj. Pra këto dihen publikisht, mirë po raportet ndërpersonale nuk guxojnë me ndodhë edhe mes vendeve. Më kombi guxon me psu, na jemi komb, na jemi gjithë shqiptarë, na do të ndrujtë integritetin tonë edhe si këmbë dhe me rujtë edhe hapësira që i kena, edhe territoriale, por edhe më integru bashkaresh në Bashkimin Evropian, aty ku po dëshirojmë të part në shku, edhe me koordinu politike nacionale. Kurti e tha shumë bukur, ka 99 marrëveshje, 100 diko marrëveshje që janë duke të zbatu, po dhe nuk ka kur farë të lashe, kur ka pas më shumë marrëveshje që janë zbatu, po ju dini që kjo dhe i thotë që shto po nuk dihet sa zbatuan fare, sepse kjo nuk është shumë i saktë, në këto sene dhe shpet manipulon me këto gjana dhe nuk i kalzon ato drejt. Nuk po du me thonë që po rran, po nuk i thotë ato mirë të sinqert, cilat kanë ngesi marrëveshje, pra në Kosovë shumë pak din cilat marrëveshje janë të zbatu, Shqipni Kosovë cilat kanë probleme të mëdha. Dhe për ta mbyllur me marrëdhëniet mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian, në samitin e zhvilluar jo më shumë se 2 javë më parë, u deklarua zyrtarisht se do të hiqen pjesa më e madhe e sanksioneve, ndërsa të tjerat do të hiqen deri në fund të janarit. Mendoni se realisht do të rikthehet marrëdhënia normale, zoti Buriani, mes Kosovës dhe BE-s, dhe ç'është më e rëndësishmja,
të përfitoj nga fondet që janë në dispozicion. Sidomos plani i rritjes që për Kosovën shkon në rreth 860 apo 880 milion euro. Po. Unë mendoj që nuk besoj që do të ketë ndryshim në politikën e BE-s, sepse BE-ja është lidhur ngushtë për themelimin e asociacionit komunave serbe. Tash duket që edhe SHBA-t kanë të njëjtin mendim, të njëjtin qëndrim që duhet më themelu ky asociacion, Kurti është i kundërt me ta, dhe nuk i dëshiron paras të flas, do tjetër është me thonë ka pranuar, si ka asaj po thotë ka pranuar, po kur gjyskot në shkrumë kërkosh nuk po merret me këtë punë, domon ajo është më tepër ka bën manipulime me këtë marrëveshjen e Brukselit, se sa që ka vullnet me nënshkruaj përkatësisht me zbatu këtë marrëveshje për asociacionin. Dhe natyrisht kjo është pika ndarëse me BE-s dhe Kurtit. Ata s'kan as pak mendim të sinqert dhe të mirë për ta, dhe nuk i besojnë fare që ai mund ta bëjë një lëvizje dhe të themeloj asociacione komunale. Për ta jetike si BE është themelimi i asociacionit, ose edhe natyrisht edhe drafti evropian mos zbatu për asociacionin, që është absurd dhe është i papranueshëm te ne. Madje Kosovës të shirkush as me ful për atë draft pasi që ai parashën një arbitrazh me këtë çështjeve që ndërlidhen me komunitetin serb, domethënë me pas të drejtën e arbitrazhit dhe çeta tema që nuk realizohen ose nuk arrin të merren vesh kosovarët, domethënë qeveria qendrore me pakicën serbe do të shkojë në arbitrazh, kjo është e papranueshme dhe unë prej meje të poshtë kush nuk dëshiron as me mendu për këtë punë që ai na mund të merrem në arbitrazh i tillë i cili deformon shtetin e Kosovës. Mos ka shanca të na me kalu ky arbitrazh, nashti ai draft duhet më rividu shumë, më ndryshu shumë për me mujt me qenë i pranueshëm, pasi që ai dihet që duhet më shkruajnë që ka kushtetuese, po nuk përmendet në atë draft kërku se pranon 1244, në të shkruhet 1244 që përmenden terma që ekzistojnë në Kosovë, nuk ka kur far kujdestaria, as kur far OKB-ja që funksionon në Kosovë që ka një farë qëndrimi, edhe pse kanë rezolutën 1244 dhe kanë zyrën në Kosovë kërkur smerët me ta dëmon. Qeveria vendore e Kosovës nuk ka kur farë raporte që me këtë pjesën e UNMIK-ut ose që merret vesh me UNMIK-un për gjanë. As nuk e pyet kush UNMIK-un këto, edhe këto e dinë edhe Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës kush nuk merret po as qeveria nacionale, as kërkush nuk merret me këtë punë. Pra tash çka kanë me bë, kanë me bë është vështirë me ta, po nuk besoj që do të jetë në masa të tjera, sepse vetëm e ka thënë Josat, presidenti i shtetit që deri në fund të janarit, mirë po me këto qëndrime vështirë deri në pas është gati absurd me mendu që mundet më krejt më jetë të masa, sepse ishte më jetë në këto masa dhe më stabilizu raporti apo relacioni Bashkimi Evropian dhe Kosovë. Zoti Burjani, ju falenderoj për gjitha mendimet e sjella në studio. Ditë mbarë në vijim dhe gëzuar festat. Gëzuar dhe ju e faleminderit shumë për festën. Faleminderit. Ne do të vjojmë me tjera informacione. Kompania ruse Rosatom po ndërton centralin e parë bërthamor në Turqi, që pritet të vihet në punë vitin që vjen. Së fundmi rusët kanë garantuar një shtesë në financimin prej $9 miliard nga 20 miliard planifikuara në marrëveshjen e nënshkruar në vitin 2010. Ministri i Energjisë i Turqisë tha se Rusia kishte siguruar financim të ri me vlerë $9 miliard për termocentralin bërthamor Akuju që po ndërtohet nga kompania shtetërore e energjisë bërthamore Moskës Rosatom, duke shtuar se Ankaraja pret që termocentrali të jetë funksional për vitin 2026. Rosatom po ndërton centralin e parë bërthamor të Turqisë në Akuju në provincën mesjetare të Mersinit, sipas një marrëveshje të vitit 2010 me vlerë $20 miliard. Centrali pritet të vijë në funksion këtë vit, por është shtyrë. Ky financim ka të ngjarë të përdoret në vitet 2026-2027, do të ketë të paktën 4 deri në $5 miliard nga atje për vitin 2026 në aspektin e financimit të huaj, u tha nga ministri turk Bayraktar disa gazetarëve vendas në një konferencë shtypi në Stamboll. Ai tha se Turqia ishte në bisedime me Korenë e Jugut, Kinën, Rusinë dhe Shtetet e Bashkuara mbi projektet bërthamore në provincën Sinopi dhe rajonin e Trakis dhe shtoi se Ankaraja dëshironte të merrte ofertën më konkurruese. Bayraktar tha se Turqia dëshironte të gjeneronte energji bërthamore në vend dhe synonte të jepte shifra të qarta mbi objektivat. Ai shtoi se Turqia ishte në bisedime me një kompani të Arabisë Saudite për një paketë energjie diellore prej 5000 megawatësh, po diskutojmë edhe një projekt për energjinë diellore dhe ruajtjen e energjisë në një firmë tjetër nga Gjiri. Kostoja për afër të investimit për këtë është midis 1.5 deri në $2 miliard, ka thënë Bayraktar pa dhënë detaje. Warszawa dhe Krakowi janë në krye destinacioneve europiane
për pushime për gjatë fundvitit. Kjo renditje e qytetarëve polakë është nxitur nga çmimet konkurruese pa sakrifikuar në anën tjetër cilësinë, avantazh shtesë është kuzhina e pasur me receta tradicionale. Polonia renditet lart midis destinacioneve më të preferuara të evropianëve për udhëtime të shkurtra të Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri këtë vit. Vlerëson Travel and Tour World, platforma mediatike globale kryesore në industri. Në një kohë kur udhëtimet në Evropë po bëhen gjithnjë më të shtrenjta, Polonia shquhet si një alternativë me çmime konkurruese pa sakrifikuar cilësinë. Një avantazh shtesë është kuzhina e pasur, e mbushur me receta tradicionale. Sipas të dhënave të ofruara, numri i rezervimeve të udhëtimeve për në Poloni është rritur me më shumë se 55% gjatë vitit. Është interesante se Polonia është bërë një nga destinacionet kryesore të Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri për turistët rumun. Krahasuar me vitin e kaluar, numri i rezervimeve në qytetet polake gjatë periudhës festive është trefishuar me këtë vend. Nga Bukureshti, fluturime direkte për në Gdańsk, Varshavë e Krakov ofrohen nga kompanitë low cost Wizz Air, Ryanair dhe LOT. Polonia është gjithashtu e interesante për turistët nga Suedia, Gjermania, Greqia, Franca, Danimarka dhe Republika Çeke. Një rritje e ndjeshme e interesit është vërejtur edhe midis udhëtarëve nga Portugalia, Holanda dhe Lituania. Sipas Travel and Tour World, Krakov dhe Varshava po bëhen gjithnjë më të njohura për vizitorët e huaj. Turistët po tërhiqen fal çmimeve të përpallueshme të biletave dhe në sezonin e dimrit dhe tregjave spektakolare. Sidomos Krakov dallohet për atmosferën e tij unike dhe konsiderohet si një nga qytetet më tërheqës të fundvitit në Evropë. Ndërsa sipas një anketet, Bankës Qendrore Evropiane gati 90 evropianë zotërojnë kriptoasete, përqindja e njerëzve që përdorin kriptomonedha kryesisht për investime është e lartë në Holandë me 90% dhe më pas vjen Gjermania me 82%. Më shumë se 90% e njerëzve të moshës 18 vjeç e lartë në ekonomitë më dha europiane janë të vetëdijshme për kriptoasetet ose kriptovalutat. Sipas një ankete nga Banka Qendrore Evropiane, 9% të rriturve në Eurozonë zotëronin kriptoasete në vitin 2024. Midis 20 vendeve të Eurozonës, pronësia varion nga 6% në Holandë dhe Gjermani në 15%, megjithëse ndryshimet midis vendeve janë përgjithsisht modeste. Pas Slovenisë në renditje vjen Greqia dhe më pas Irlanda, Kroacia, Qipëra, Lituania dhe Austria, të cilat ndajnë pozicionin tjetër. Mbretëria e Bashkuar, pavarësisht se nuk është në Eurozonë, vazhdon të tregojë vëllime të larta transaksionesh, duke renditur e treta nivel global pas Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Indisë që nga viti 2024. Pronësia e kriptoaseteve u rrit në pothuajse çdo vend të Eurozonës midis viteve 2022 dhe 2024. Në të gjithë Eurozonën, pronësia u rrit nga 4% në vitin 2022 në 9% në vitin 2024. Greqia dhe Lituania regjistruan rritjet më të mëdha, secila me 10 pikë përqindje. Shqiproja, Belgjika, Irlanda, Austria, Slovakia, Slovania, Portugalia dhe Italia gjithashtu kanë rritje prej 7 pikë përqind ose më shumë. Në Eurozonë 64% e mbajtësve thonë se përdorin asetin si investim, ndërsa vetëm 16% e përdorin ato për pagesa. Një pjesë tjetër e vlerësuar në 19% raportojnë se përdorin kriptovalutat për të dyja qëllimet. Përqindja e njerëzve që përdorin kriptoasetet kryesisht për investime është më e larta në Holandë me 90% dhe Gjermani me 82%, edhe pse të dy vendet kanë disa nga normat më të ulta të pronësisë në Eurozonë. Në anën tjetër, viti 2025 ka regjistruar një rekord për sa i përket vjedhjes së kriptomonedhave me rreth 2.7 miliard dollar të grabitura nga sulmet kibernetike. Shifrat e vitit 2025 tregojnë se krimi kibernetik mbetet një kërcënim serioz për industrinë financiare globale. Viti 2025 është mbyllur me një rekord alarmant në botën e kriptomonedhave pasi kriminalët kibernetik ka arritur të vjedhin rreth 2.7 miliard dollar në asete digjitale, shifra më e lartë e regjistruar ndonjëherë nga sulmet hakerike në këtë sektor. Të dhënat janë konfirmuar nga kompani të specializuara në monitorimin e blockchainit. Gjatë vitit, 10 sulme kanë goditur bursa kriptovalutash dhe projekte financimit të decentralizuara, duke ekspozuar dobësi serioze në sigurinë e platformave Web3. Sulmi më i madh u regjistrua ndaj bursës Bybit me qendër në Dubai, ku hakerat arritën të përvetësonin rreth 1.4 miliard dollar në kripto, duke bërë këtë ngjarje vjedhjen më të madhe të kriptomonedhave në histori. Sipas firmave të analizës së blockchain dhe autoriteteve amerikane, përfshirë FBI-n, pas këtij sulmi qëndrojnë hakerat e lidhur me qeverinë e Koresë së Veriut, të cilët prej vitesh konsiderohen si grupi më aktiv dhe më i suksesshëm në sulme ndaj industrisë së kriptove. Ky operacion e kaloi ndjeshëm rekordet e mëparshme. Përfshirë vjedhjet e vitit 2022 ndaj rrjeteve Ronin dhe Poli, që kapën shifrën 624 dhe 611 milion dollar. Vlerësimet të ngjashme janë publikuar nga kompanisë si Chain Analysis, TRM Labs dhe DFI, të cilat konfirmojnë se totali i kriptove të vjedhura gjatë vitit 2025 arrini në 2.7 miliard dollar,
pa përfshirë qindra mijëra dollar të tjerë të humbur nga portofole individuale. Raportet tregojnë se Korea e Veriut ka qenë përgjegjëse për më shumë se 2 miliard dollar nga këto vjedhje vetëm në këtë vit, ndërsa që nga viti 2017 hakerat e lidhur me Phenianin dyshohet se kanë grabitur rreth 6 miliard dollar në kripto, të përdorura për financimin e programit bërthamor të vendit. Tendenca e sulmeve nuk duket se po ngadalsohet, pas 2.2 miliard dollarëve të vjedhura në vitin 2024 dhe 2 miliardëve në vitin 2023, shifrat e vitit 2025 tregojnë se krimi kibernetik mbetet një nga kërcënimet më serioze për industrinë globale të kriptomonedhave. Ndërkohë Kina ka shtrënguar mbikëqyrjen e ndërveprimit të inteligjencës artificiale me njerëzit, rregullat e propozuara do të zbatohen për të gjitha produktet dhe shërbimet e inteligjencës artificiale të ofruara për publikun në Kinë. Regulatori kibernetik I Kinës lështoi të shtunën projekt rregulla për komente publike që do shtrëngojnë mbikëqyrjen e shërbimeve të inteligjencës artificiale të dizajnuara për të stimuluar personalitetin njerëzore dhe për të angazhuar përdoruesit në ndërveprim emocional. Ky veprim nënvizon përpjekjen e Pekinit për të formësuar përhapjen e shpejtë e inteligjencës artificiale të orientuar drejt konsumatorit, duke forcuar kërkesat e sigurisë dhe etike. Rregullat e propozuara do të zbatohen për produktet dhe shërbimet e inteligjencës artificiale të ofruara publikut në Kinë, që paraqesin tipare të personalitetit njerëzor të stimuluara, modele të menduarit dhe stile komunikimi dhe bashkëveprime emocionale me përdoruesit përmes tekstit, imazheve, audios, videos ose mjeteve të tjera. Sipas propozimit, ofruesit e shërbimeve do duhet të marrin përsipër përgjegjësitë e sigurimit gjatë gjithë ciklit jetësor të produktit dhe të krijojnë sisteme për shqyrtimin e algoritmeve, sigurinë e të dhënave dhe mbrojtjen e informacionit personal. Drafti gjithashtu synon rreziqet e mundshme psikologjike. Ofruesit e shërbimeve pritet të identifikojnë gjendjet e përdoruesve dhe të vlerësojnë emocionet e përdoruesve dhe nivelin e varësisë së tyre nga shërbimi. Nëse zbulohet se përdoruesit shfaqin emocione ekstreme ose sjellje varësie, ofruesit e shërbimeve duhet të marrin masat e nevojshme për të ndërhyrë, tha ai. Masat përcaktojnë vijat e kuqe të përmbajtjes dhe sjelljeve, duke deklaruar se shërbimet nuk duhet të gjenerojnë përmbajtje që rrezikojnë sigurinë kombëtare, përhapin thashë theme ose promovojnë dhunë ose objekte të turpshme. Kjo ishte curia e tregjeve deri në këtë momente. Ky ishte edhe informacioni përgatitur për ditën e sotme në Skan Live. U fokusuam tek ngritja e akademisë për pushtetin vendor, e cila do të ketë objektivin kryesor të përgatisë të trajnojë stafet e pushtetit vendor në lidhje me përthithjen e fondeve, por edhe në tërësi në rrugën e Shqipërisë në integrimin në Bashkimin Evropian. Njëkohësisht të fokusuam tek paqja fiskale, një ofertë e qeverisë shqiptare për bizneset në vendin tonë, rritja e pensioneve dhe rritja e pagave. Folëm edhe për rezultatin e zgjedhjeve të përgjithshme në Kosovë ditën e djeshme, ku vetëvendosja ka fituar thuajse gjysmën e votave, duke siguruar në këtë mënyrë mandatin për qeverisur e vetme për gjatë 4 viteve në vijim. Ky ishte informacioni përgatitur për ditën e sotme, do të rishihemi sërish nesër, si gjithmonë në orën 9:30. Deri atëherë, mirupafshim.